Nëna e milionerit i mbjeton heshtjes dhe pranisë së errët të nusës së saj. Kur i biri udhëton, maska e gruas bie, duke zbuluar një grua mizore dhe pa kufi. E moshuara digjet me hekur të nxehtë dhe lëndohet nga nusja mizore, por e vërteta del në dritë, dhe ajo që i biri zbulon kur hap atë derë, ndryshon gjithçka për gjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Vila madhështore ngrihej imponuese në lagjen e njohur të bllokut në Tiranë, si një monument i suksesit që Artan Beka kishte arritur gjatë 2 dekadave punë të palodhur. Muret e bardha reflektonin diellin e pasdites dhe kopshtet e kuruara me përpikëri i jepnin vendit një ajër përsosmërie që shumë e admironin nga larg. Por përsosmëria, siç do ta mësonte Artani më vonë, mund të jetë thjesht një iluzion i ndërtuar me kujdes për të fshehur atë që ndodh vërtet kur askush nuk po shikon. Zonja Elena Beka vëzhgonte lëvizjet në shtëpi nga karroca e saj me rrota, e pozicionuar strategjikisht pranë dritares së katit të dytë. Në moshën 72 vjeçare, ajo mbante në trup shenjat e një të kaluare që nuk e braktiste kurrë plotësisht. Kishin kaluar gati 10 vjet që nga ajo ditë fatale kur gjithçka ndryshoi, kur një rrëzim nga shkallët e shtëpisë së saj të vjetër e la me pasoja të përhershme që i vodhën pavarësinë dhe jashtëndëruan jetën në një varg ditësh ku çdo lëvizje ishte një sfidë, çdo hap një arritje e dhimbshme. Ajo nuk e fajsonte të birin. Kur nuk e fajsoi. Artani ishte në një takim të rëndësishëm atë ditë, duke mbyllur marrëveshjen që do ta shndërronte kompaninë e tij të vogël teknologjike në një perandori. Si mund ta kishte parashikuar ai se nëna e tij, duke u përpjekur të arrinte një kuti në majë të dollapit, do të humbiste ekuilibrin dhe do të rrokullisej shkallë pas shkallë deri në fund? Si mund ta kishte imagjinuar se ato sekonda do të përcaktonin pjesën tjetër të jetës së tyre? Por Artani e mbante fajin si një peshk të padukshme që nuk arrinte ta shkarkonte kurrë. Elena e shihte këtë në sytë e të birit sa herë që ai e shikonte, një trishtim të thellë të përzier me një dashuri aq të madhe saqë ndonjëherë dukej mbytëse. Që nga largimi i bashkëshortit të saj, Gjonit, 5 vjet më parë, i marrë nga një sëmundje e papritur që askush nuk e priste, nëna dhe biri ishin gjithçka për njëri tjetrin. Shtëpia, komoditeti, mjekët privat, pajisjet e teknologjisë së fundit, gjithçka ishte një përpjekje e dëshpëruar e Artanit për të kompensuar atë ditë kur ai nuk ishte i pranishëm. Dhe pastaj erdhi Lira. Elena ende e kujtonte ditën kur i biri e solli për ta takuar. Ishte një pasdite e shtunë, 3 vjet më parë, dhe Artani dukej më i lehtë se sa Elena e kishte parë prej vitesh. Lira gashi hyri në dhomë sikur pluskonte, një grua 35 vjeçare me një bukuri mbresëlënëse, flokë të zinj e të valëzuar që i binin përsosërisht mbi supe, sy jeshil që dukej se kapnin dritën në një mënyrë të veçantë. Ishte veshur me elegancë diskrete, fliste me zë të butë dhe të edukuar, dhe që nga momenti i parë tregoi një vëmendje të veçantë ndaj Elenës që preku thellë zemrën e të moshuarës. Në ato muajt e parë, Lira ishte gjithçka që Elena mund të dëshironte për një nuse. Sillte lule, ulej pranë saj për të biseduar për libra e filma, ofrohej ta ndihmonte me gjëra të vogla që bënin gjithë ndryshimin. Artani dukej rrezatues dhe Elena, e cila prej kohësh shqetësohej për vetminë e të birit, më në fund ndjeu se ai kishte gjetur dikë të veçantë. Dasma u bë një vit më vonë, një ceremoni elegante në një klub tradicional të Tiranës, me 200 të ftuar dhe gjithë madhështinë që suksesi i Artanit e lejonte. Elena, në karrocën e saj me rrota të zbukuruar me lule të bardha, qau nga emocionet kur pa të birin kaq të lumtur. Lira ishte mahnitse me një fustan me dantel franceze dhe kur kaloi pranë Elenës drejt altarit, i mbajti dorën për një çast dhe i pëshpëriti me zë melodios dhe bindës që ja ngrohu zemrën të moshuarës me shpresë dhe mirënjohje, duke i premtuar se do të kujdesej për të dhe për të gjithashtu. Në muajt e parë pas dasmës, asgjë nuk ndryshoi. Lira vazhdonte të ishte e vëmendshme, gjithmonë e gatshme për të ndihmuar, gjithmonë e buzëqeshur. Vila dukej më e gjallë me praninë e saj. Ajo riorganizoi disa ambiente, solli bimë të reja, punësoi një kuzhiniere të re që përgatiste pjata të shijshme. Elena filloi ta shihte si vajzën që nuk e pati kurrë, atë prani femërore që i mungonte në jetë që kur kishte mbetur e ve. Por pastaj erdhën udhëtimet. Biznesi i Artanit kërkonte gjithnjë e më shumë praninë e tij jashtë vendit. Javë në New York, pastaj në Londër, pastaj në Dubai. Ai udhëtonte ndonjëherë për 15-20 ditë rresht.
Dhe ishte në mungesat e Artanit që Elena filloi të vinte re ndryshimet e vogla, delikate si ndryshimi i stingve, por po aq domethënëse sa ndryshimi mes të nxehtit dhe të ftohtit. Në fillim ishin gjëra që mund të kalonin pa u vënë re. Një koment pak më therrës se si Elena kishte lëshuar një gotë gjatë darkës. Një vërejtje se po vonohej shumë në banjo dhe po pengonte rutinën e shtëpisë. Asgjë që mund të quhej ligë si e hapur, por kishte një ton tjetër në zërin e Lirës kur Artani nuk ishte i pranishëm, një ftohtësi që priste si te impret aty ku më parë kishte pasur vetëm butësi. Pastaj erdhën kufizimet e maskuara si kujdes dhe shqetësim. Zonja Elena, ju e dini që nuk mund të hani kaq shumë krip, tha mjeku. Do t'i kërkoj kuzhinieres t'ju përgatis vaktet tuaja veçmas, më të lehta dhe më të shëndetshme, thoshte Lira me një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Dhe racionet e Elenës filluan të zvogëloheshin, duke u bërë gjithnjë e më pa shije dhe të pamjaftueshme, duke e lënë atë të uritur por pa guximin të ankojë. Zonja Elena, jeni shumë e agjituar kohët e fundit. Mendoj se është më mirë të pushoni më shumë në dhomë, larg lëvizjes së shtëpisë. Zhurma nuk i bën mirë tensionit tuaj. Dhe pak nga pak, Elena u shty butësisht të kalonte më shumë kohë e izoluar, larg zonave të përbashkëta ku më parë i pëlqente të qëndronte, larg bisedave, larg jetës që ende pulsonte në atë shtëpi të madhe. Zonja Elena, ky bastun i vjetër mund t'ju bëj të rrëzoheni. Do ta ruaj në një vend të sigurt derisa të gjejmë një më të mirë. Dhe papritur, objektet që i jepnin Elenës një farë pavarësie filluan të zhdukeshin, gjithmonë me një justifikim që tingëllonte i arsyeshëm por që, në praktik, e bënte më të varur dhe më të pambrojtur, më të burgosur në atë karrocë që po bëhej gjithnjë e më shumë një kafaz se sa një ndim. Roza, punonisja që kujdesej për Elenën prej 6 vjetësh, i vuri re ndryshimet para kujto tjetër. Ishte një grua 50 vjeçare, trup madhe dhe zemër gjerë, që kishte ardhur nga Shkodra vite më parë në kërkim të një jete më të mirë për 3 fëmijët e saj. Ishte lidhur me Elenën si të ishte nëna e saj dhe ndjente një therje në gjoks sa herë që e shihte zonjën e shtëpisë më të heshtur, më të tërhequr, më të friksuar, si një zog i vogël që parandjen stuhin. Një ditë, Roza mblodhi guximin dhe e pyeti me zë të ulët ndërsa ndihmonte Elenën të vishej, zëri i saj i mbushur me shqetësim të sinqert dhe frikë nga ajo që mund të ndodhte në atë shtëpi që dikur ishte kaq e qetë. Zonja Elena, jeni mirë? Dukeni ndryshe kohët e fundit. Dukeni edhe më e dobët, nuk po hani siç duhet. Elena e shikoi Rozën me sy të lodhur dhe vetëm tundi kokën, pa mundur të gjente fjalët për të shprehur atë që ndjente, atë shtrëngim në gjoks që rritej çdo ditë. Jam mirë, Roza. Vetëm pak e lodhur. Mosha vjen për të gjithë, apo jo? Por Roza e dinte se nuk ishte vetëm lodhje. Kishte diçka më shumë, diçka që nuk arrinte ta emërtonte, por që e ndjente në ajrin e rënd të asaj shtëpie sa herë që Zoti Artan udhëtonte, një tension të padukshëm që i ngrinte qimet e qafës. Një pasdite të enjte, kur Artani ishte në Los Angeles prej 2 javësh duke mbyllur një kontratë të rëndësishme me investitor amerikan, Roza u thirr në zyrën e Lirës. Nusja e Elenës ishte ulur pas tryezës së importuar prej druri mahagoni, duke shtypur diçka në kompjuter me një shprehje të përqendruar dhe të ftohtë. Kur Roza hyri, Lira ngriti syt ngadalë, sikur po vlerësonte çdo centimetër të punonises, duke peshuar vlerën dhe dobinë e saj. Roza, duhet të flasim për një çështje delikate, tha Lira me një buzëqeshje që nuk kishte asnjë ngrohtësi, vetëm llogaritje. Ulu, të lutem. Nuk do të zgjas shumë. Roza ul e parehatshme në karrigen përballë tryezës, duart i djersiteshin të ftohta ndërsa priste se çfarë do të vinte më pas. Lira vazhdoi, zëri i saj i butë por i ngarkuar me kërcënim të fshehur. Kam disa shqetësime për dokumentet e tua. Por i shikoja dosjet e burimeve njerëzore të shtëpisë dhe vura re disa mospërputhje të rëndësishme. Leja jote e punës, për shembull, duket se ka disa parregullsi që mund të bëhen një problem serioz. Gjaku i Rozës u ngrin në vena. Ajo e dinte se kishte disa probleme me dokumentacionin e saj, gjëra që po përpiqej t'i zgjidhte prej muajsh, por që për shkak të mungesës së parave dhe orientimit të duhur ende nuk kishte arritur t'i rregullonte plotësisht. Nuk kishte qenë kur problem më parë, Zoti Artan nuk kishte përmendur kur asgjë, por tani, nga mënyra si fliste Lira, tingëllonte si një shpath e varur mbi kokën e saj me një fije të hollë që mund të këputej në çdo moment. Nuk do të doja që kjo të bëhej një problem më i madh, vazhdoi Lira, duke u përkulur përpara me gishtat e gërshetuar mbi tryezë, sytë e saj jeshil të fiksuar te Roza si ata të një grabitçari që vëzhgon prenë e tij.
Do të ishte shumë e pakëndshme nëse do të duhej të përfshiheshin autoritetet kompetente. Ti ke familje këtu, apo jo? 3 fëmijë që studiojnë, nëse nuk gaboj. Do të ishte e tmerrshme të ktheheshe në Shkodër duarbosh, pa referenca, ndoshta edhe me kufizime për të punuar në vende të tjera. Dhe fëmijët e tu, çfarë do të bëhej me ta? Roza gëlltiti pështymën, duke ndjer fytin t'i shtrëngoi dhe syt t'i digjnin nga lotët që luftonte t'i përmbante. Çfarë doni të thoni me këtë? Arriti të pyeste me zë të dridhur. Dua të them se duhet të kemi një mirëkuptim të qartë mes nesh, u përgjigj Lira me qetësi të llogaritur, çdo fjalë e zgjedhur me kujdes për të shkaktuar ndikimin maksimal. Shtëpia po kalon disa ndryshime të nevojshme. Zonja Elena po plaket, po bëhet më konfuze, duhet ta kesh vënë re. Ndonjëherë imagjinon gjëra që nuk kanë ndodhur, krijon situata në kokë, e di si është me njerëzit e moshës së saj. Mendja fillon t'u luajë rrengje. Jam shumë e shqetësuar se ajo mund të thotë gjëra të çuditshme, të bëjë akuza pa kuptim, të përfshijë njerëz të pafajshëm në fantazi që ekzistojnë vetëm në kokën e saj. Nëse kjo ndodh, dhe jam e sigurt që do të ndodh sepse gjendja e saj vetëm do të përkeqësohet, duhet të di se mund të mbështetem tek ti për të qenë e arsyeshme, për të kuptuar se janë vetëm delire të një personi të brish nga mosha dhe sëmundja. Më kupton, apo jo Roza? Roza ndjeu një ny të shtrënguar në fyt dhe një turp të thellë që i diqte faqet. E kuptoi në mënyrë të përsosur atë që po thuej mes rreshtave, çdo fjalë të pathënë por qartësisht të nënkuptuar. Lira po blinte heshtjen e saj, duke e kërcënuar me dëbim dhe shkatërim nëse ajo do të vinte në dyshim diçka ose do të mbronte Elenën. Ishte një kurth i përsosur, mizor dhe efikas, dhe Roza, me 3 fëmijë që vareshin nga rroga e saj dhe pa asnjë alternativë tjetër reale në jetë, e dinte se ishte e bllokuar si një kafshë në një kafaz të padukshëm. E kuptoj, zonjë, pëshpëriti Roza, duke ndjer turpin dhe pa fuqinë t'i rëndonin mbi supe si gur. Do të bëj atë që duhet. Shkëlqyeshëm, buzëqeshi Lira, duke kthyer vëmendjen te kompjuteri sikur Roza të mos ekzistonte më në atë dhomë. Gëzohem që arritëm një marrëveshje. Mund të largohesh tani. Dhe Roza, mbyllë derën kur të dalësh. Roza doli nga ajo zyrë me zemrën të thyer në copa, duke u ndier një tradhtare, një frikacake, një person që po braktiste dikë që i besonte. Atë natë, kur shkoi të ndihmonte Elenën të shtrihej, i mbajti dorën të moshuarës për një moment më shumë dhe pëshpëriti me zë të dridhur, duke u përpjekur të transmetonte gjithë pendimin që ndjente. Më falni, zonja Elena. Më falni shumë për gjithçka. Sikur të mund të bëja ndryshe, do ta bëja. Elena nuk e kuptoi plotësisht se çfarë donte të thoshte Roza në atë moment, por ndiu në shtrëngimin e asaj dore të kallojzuar një solidaritet të heshtur, një kërkesë faljeje për diçka që ende do të vinte, një lamtumir të parakohshme për diçka që ishte gati të humbiste përgjithmonë. Javët në vijim ishin një periudhë transformimi delikate por të pashmangshme, si ndryshimi i baticave që ndodh aq ngadalë sa nuk e vëre derisa i gjithë plazhi është i përmbytur. Kur Artani ishte në shtëpi, gjithçka dukej absolutisht normale. Lira ishte gruaja e përsosur, e vëmendshme me burrin dhe e sjellshme me vjehrën, duke luajtur rolin e saj me një mjeshtëri që do të ishte e denjë për çmime nëse do të ishte në një skenë. Por kur Artani udhëtonte, dhe ai udhëtonte gjithnjë e më shumë, maska binte pak më shumë çdo ditë, duke zbuluar poshtë saj diçka të ftohtë, të llogaritur dhe thellësisht shqetësuese. Elenës filluan t'i shërbenin gjithnjë e më vonë, ndonjëherë vetëm pasi të gjithë punonjësit kishin ngrënë dhe ushqimi ishte i ftohtë dhe pa shije. Rrobat e saj laheshin të fundit, duke qëndruar me dikë të grumbulluara dhe duke filluar të mbanin erë të keqe. Kërkesat e saj plotësoheshin me vonesë të qëllimshme, kur plotësoheshin dhe gjithmonë të shoqëruara me pshertima të rënda dhe shikime pa durimi. Dhe gjithmonë kishte ato komente delikate, ato vërejtje që dukeshin të pafajshme, por që mbanin një helm të distiluar pik pas pike. Ju jeni bërë shumë kërkuese kohët e fundit, ankoheni për gjithçka. Nuk e di pse ankoheni kaq shumë, keni gjithçka këtu që një person mund të dëshirojë. Biri juaj punon kaq shumë për t'ju dhënë këtë jetë të rehatshme dhe ju nuk dukeni as pak mirënjohëse, vetëm ankoheni dhe ankoheni. Më e keqja ishin insinuatat e vazhdueshme për shëndetin e saj mendor, të mbjella me kujdes si fara helmuese. Zonja Elena, tashmë ma keni treguar këtë histori 3 herë vetëm sot. Po harroni shumë gjëra, mos ndoshta keni nevojë për një mjek të specializuar, thoshte Lira para njerëzve të tjerë, edhe kur ishte gënjeshtër e plodh. Zoti Artan, jam shumë e shqetësuar për nënën tuaj.
Dje ajo këmbënguli se unë i kisha fshehur telekomandën e televizorit, por ishte pikërisht aty ku qëndron gjithmonë, në tavolinën e vogël anash. Ajo u bë shumë e agjituar, pothuajse agresive. Mos ndoshta ka ardhur koha të konsiderojmë një ndjekje neurologjike më të afërt, ndoshta edhe një vlerësim psikiatrik? Këto gjëra janë delikate, por sa më shpejt t'i trajtojmë, aq më mirë. Elena filloi të dyshonte te vetja, duke vënë në dyshim perceptimin e saj për realitetin. Apo bëhej vërtet konfuze siç thoshte Lira? Apo imagjinonte gjëra që nuk ndodhnin? Mosha u a bënte këtë njerëzve, ajo e dinte, e kishte parë të ndodhte me mikesha dhe të njohura. Por jo, thellë brenda saj ishte e sigurt se nuk ishte e çmendur, se mendja e saj ende funksiononte në mënyrë të përsosur. Lira po bënte diçka të tmerrshme, diçka të llogaritur dhe mizore, dhe po e bënte në një mënyrë kaq delikate, kaq inteligjente, saqë do të ishte e pamundur t'ia provonte kujto. Artani, megjithatë, po fillonte të vinte re se diçka ishte thellësisht gabim, edhe pa arritur të identifikonte saktësisht se çfarë. Jo me Lirën, gruan e tij të përsosur që kujdesej kaq mirë për gjithçka, por me nënën e tij. Ajo dukej më e largët me çdo vizitë, më e heshtur, më e shuar, sikur një dritë e brendshme po shuhej gradualisht. Kur ai përpiqej të bisedonte, Elena shmangte shikimin, jepte përgjigje të shkurtra dhe evazive, shmangte sytë e tij. Dukej gjithmonë e lodhur, gjithmonë duke dashur të kthehej në dhomë, gjithmonë duke refuzuar ftesat e tij për të dalë pak, për të marrë ajër, për të parë botën. Dhe kjo e shqetësonte thellë, duke gërvishtur diçka brenda tij që nuk arrinte ta emërtonte. Nën, a është gjithçka në rregull vërtet? Dukesh kaq ndryshe kohët e fundit, kaq e largët nga unë, e pyeti ai një pasdite të diel, ulur pranë karrocës me rrotat e Elenës në kopshtin e parfumuar, duke u përpjekur të depërtonte atë heshtje që ishte instaluar mes tyre si një mur i padukshëm. Elena shikoi të birin dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngohej dhimbshëm, një shtrëngim fizik që i pushtoi gjithë gjoksin. Si mund t'i tregonte? Si mund t'i thoshte se gruaja që ai donte, që e bënte kaq të lumtur, që i ndriçonte ditët, po ja shndërronte jetën në një makth të heshtur dhe të planifikuar metodikisht? Artani nuk do ta besonte. Më keq do të ndahej në mes gruas dhe nënës, i ndar mes dy dashurive, dhe Elena nuk do ta duronte të ishte shkaku i palumturisë së tij, i dhimbjes së tij, i vuajtjes së tij. Tashmë i kishte shkaktuar mjaft vuajtje të birit kur ra nga ato shkallë vite më parë. Jam mirë, bir. Vetëm pak e lodhur vërtet, gënjeu ajo me një buzëqeshje të dobët që nuk mashtronte askën. Mosha vjen për të gjithë. Është e natyrshme të bëhesh më e qetë, më reflektuese. Mos u shqetëso për mua. Ti ke gjëra më të rëndësishme për të menduar, bizneset e tua, jetën tënde. Artani nuk u bind, instinkti i tij bërtiste se diçka ishte gabim, por e respektoi heshtjen e nënës sepse nuk dinte si ta depërtonte. Ndoshta ishte vërtet vetëm mosha, mendoi ai, edhe pse diçka e thellë brenda tij përshpëriste me këmbëngulje se kishte shumë më tepër pas atij shikimi të lodhur dhe të frikësuar. Atë natë, Artani e pati të vështirë të flinte, duke u rrotulluar në shtrat vazhdimisht. Shtrirë pranë Lirës, e cila flinte qetësisht si dikush që nuk ka asgjë në ndërgjegje, ndjeu një ankth të pashpjegueshëm t'i shtrëngonte gjoksin, një ndjenjë rreziku të afërt që nuk arrinte ta justifikonte racionalisht. U ngrit, shkoi te dritarja dhe shikoi kopshtin e ndriçuar nga hëna e plot, hijet e pemëve që kërcenin në erën e ftohtë të natës. Diçka ishte tmerrësisht gabim. Ai e ndjente këtë me çdo fije të qenies së tij, çdo qelisë të trupit të tij, por nuk arrinte të identifikonte se çfarë, nuk arrinte të vinte gishtin mbi plagën që gjakoste e padukshme. Dhe ndërsa Artani luftonte i vetëm me demonët e tij të brendshëm, pa ditur se instinkti i tij ishte absolutisht i saktë, në dhomën që së shpejti do të bëhej realiteti i ri dhe i tmerrshëm i Elenës, Lira buzëqeshte e vetme në errësirë, duke planifikuar me përpikëri çdo hap të ardhshëm të planit të saj të përpunuar gjatë muajve. Ajo kishte pritur shumë kohë për këtë jetë luksi dhe rehatje, për këtë status, për këtë fuqi të heshtur por absolute. Vinte nga një e kaluar e erët e mungesave dhe poshtërimeve që askush nuk e dinte, dhe nuk do të lejonte që një plak e brish dhe sentimentale t'i prishte gjithçka që kishte arritur me kaq durim dhe përpjekje. Stuhia sapo kishte filluar të formohej në horizont, dhe askush ende nuk e imagjinonte në çfarë thellësie errësire do të tërhiqej ajo shtëpi e përsosur në muajt e tmerrshëm që po afroheshin. Elena, në dhomën e saj të vetmuar, lutej me zë të ulët para se të përpiqej të flinte, duke i kërkuar forcë Zotit për të përballuar atë që do të vinte, duke parandjerë se më e keqja ende nuk kishte ndodhur.
dhe Roza, në shtëpinë e saj të vogël e modeste në periferi të qytetit, qante në heshtje e përqafuar me jashtëkun, e ndarë mes frikës paralizuese për të humbur gjithçka dhe fajit gëryes për të braktisur atë që kishte nevojë për të, duke i premtuar vetes mes dënesave se do të gjente një mënyrë për të ndihmuar, edhe nëse i kushtonte gjithçka që kishte, edhe nëse do të thoshte fundi i stabilitetit të saj. Vila e bllokut, kaq e përsosur dhe e admiruar nga jashtë, me kopshtet e saj të patëmeta dhe muret e bardha vezulluese, ruante tani sekretet e errëta mes mureve të saj elegante. Dhe heshtja, që më parë ishte vetëm qetësia natyrale e një shtëpie të madhe dhe të qetë, po bëhej tani bashkëpunim i detyruar i një mizorie që rritej si bar i keq, ngadalë por pa u ndalur, duke helmuar gjithçka që prekte. Ndryshimi ndodhi një mëngjes të martë, saktësisht 3 muaj pas bisedës mes Lirës dhe Rozës. Artani ishte nisur një natë më parë për në Tokyo, ku do të kalonte 3 javë duke mbyllur një partneritet kompleks me investitor japonez. Ishte udhëtimi më i gjatë që do të bënte deri atëherë, dhe para se të nisej, e përqafoi nënën me një forcë të pazakontë, sikur parandjente diçka që mendja e tij racionale ende nuk arrinte ta përpunonte. Kujdesu mirë për veten, nën. Për çdo gjë, më telefono, pa marrë parasysh orën. Më premton, i tha ai, duke i mbajtur fytyrën Elenës mes duarve dhe duke e parë thellë në sytë e saj të lodhur. Elena tundi kokën, duke detyruar një buzëqeshje që nuk mashtronte as veten. Shkoj qetë, birë. Gjithçka do të shkoj mirë me bizneset e tua. Unë jam mirë këtu. Por sapo makina e Artanit u zhduk pas portës elektronike, Elena ndjeu ajrin e vilës të ndryshonte plotësisht, sikur një hije e rëndë të kishte zbritur mbi çdo dhomë. Ishte një ndjesi fizike e prekshme dhe ajo e dinte me siguri absolute se ditët në vijim do të ishin ndryshe nga gjithçka që kishte përballuar deri atëherë. Nuk vonoi shumë që Lira të tregonte qëllimet e saj të vërteta, pa më maskime apo delikatesa. Të nesërmen në mëngjes, Elena u befasua nga Lira që hyri në dhomën e saj pa trokitur, e shoqëruar nga 2 punonjës që ajo nuk i kishte parë kurrë më parë. Ishin burra të rinj, të fortë, me shprehje neutrale dhe profesionale. Lira vishte një kostum elegant me pantallona dhe xhaketë të zezë, flokët të mbledhur në një topuz të patëmet, dhe në sytë e saj jeshil kishte një ftohtësi që ja ngriju gjakun Elenës. Zonja Elena, ka ardhur koha të bëjmë disa ndryshime të nevojshme në shtëpi, njoftoi Lira me një zë që nuk pranonte kundërshtim. Kjo dhomë duhet të kalojë një rinovim urgjent. Kemi identifikuar disa probleme strukturore që mund të kompromentojnë sigurinë tuaj. Do t'ju transferojmë përkohësisht në një hapësirë më të përshtatshme derisa të përfundojmë punimet. Elena ndjeu zemrën t'i rrite me shpejtësi. Çfarë rinovimi? Nuk kishte asgjë të keqe me dhomën e saj, ajo e dinte këtë. Por para se të mund të protestonte, 2 burrat tashmë kishin filluar të mblidhnin gjërat e saj, duke paketuar rrobat në kuti kartoni me lëvizje mekanike dhe efikase. Prit, nuk kuptoj. Artani nuk më ka thënë asgjë për rinovim, u përpoq të thoshte Elena, zëri i saj dridhej nga frika dhe konfuzioni. Biri juaj ka lënë gjithçka në duart e mia, u përgjigj Lira me një buzëqeshje të ftohtë. Ai ka besim tek unë për të marrë vendimet e nevojshme ndërsa është larg. Dhe ky është një vendim i nevojshëm, zonja Elena. Për të mirën tuaj. Dhe kështu, pa ceremoni dhe pa të drejtë kundërshtimi, Elena u transferua në një dhomë të vogël dhe të improvizuar në bodrumin e vilës. Nuk ishte tamam një dhomë, në fakt, më shumë një depo që ishte përshtatur minimalisht me një dyshek të hollë mbi dyshemen e ftohtë prej betoni, një tavolinë të vogël plastike dhe një llampë të dobët të varur në tavan. Muret ishin të lagështa, me njolla myku në qoshe, dhe era ishte e një vendi të mbyllur prej kohësh, e përzier me diçka kimike që të diqte sy. Por është e përkohshme, apo jo? Pyeti Elena kur e shtyn brenda asaj hapësire klaustrofobike, duke ndjer lotët t'i digjnin sy. Është vetëm derisa të mbarojë rinovimi? Lira nuk u përgjigj. Vetëm i dha një buzëqeshje që nuk i arrinte syt dhe mbylli derën, duke e lënë Elenën vetëm në atë errësirë të lagësht dhe mbytëse. Atë natë të parë në bodrum, Elena qau derisa nuk kishte më lodh. Shtrirë mbi dyshekun e hollë që mbante erë myku, e mbështjell me një batanie të vjetër që nuk mjaftonte për të larguar të ftohtin që ngjitej nga dyshemeja, ajo pyeti veten se si jeta e saj kishte arritur në atë pikë. Si mundej ajo grua që biri i saj e donte, që kishte qenë kaq e sjellshme në fillim, të bënte këtë? Dhe më e rëndësishmja, si do të arrinte të mbietonte? Ditët që pasuan ishin një zbritje progresive në ferë.
Lira vendosi një rutinë mizore të përpikt. Elena merrte ushqim vetëm 2 herë në ditë, gjithmonë racione të vogla dhe të ftohta, mbeturina nga ajo që shërbehej në shtëpi. Uji vinte në një shishe plastike të vjetër, shpesh i vakët dhe me shije të çuditshme. Banja ishte një problem i vazhdueshëm, Elena duhej të trokiste në derë dhe të lutej që dikush ta çonte në banjën më të afërt, dhe shpesh injorohej për orë të tëra, duke u detyruar të duronte deri në limitin e të padurueshmes. Roza përpiqej të ndihmonte sa herë që mundej, por Lira e vëzhgonte si një skifter. Kur Roza arrinte të zbriste në bodrum me ndonjë ushqim shtesë ose një batanie më të ngrohtë, e bënte këtë duke u dridhur nga frika, duke ditur se nëse do të kapej, do të humbiste gjithçka. Dhe Elena shihte frikën në sytë e gruas që dikur kishte qenë konfidentja dhe mikesha e saj, shihte turpin dhe pafuqinë dhe nuk e fajsonte. Si mund të fajsonte dikë që ishte gjithashtu viktime e atij sistemi terrori? Një ditë, jo, Roza. Mos rreziko më. Fëmijët e tu kanë nevojë për ty, përshpëriti Elena kur Roza i solli fshehurazi një enë me ushqim ende të ngrohtë. Do të jem mirë. Në një farë mënyre, do të jem. Por të dyja e dinin se ishte gënjeshtër. Javët kalonin dhe Elena ndjente trupin dhe mendjen e saj të përkeqësoheshin ngadalë. Dhimbjet në shpinë dhe këmbë intensifikoheshin nga që kalonte kaq shumë kohë mbi atë dyshek të hollë në dyshemen e fortë. Muskujt e saj atrofizoheshin nga mungesa e lëvizjes së duhur. Lagështia e bodrumit i sulmonte mushkërit, duke e bërë të kollitej vazhdimisht. Dhe vetmia, errësira pothuajse e vazhdueshme, filluan të luanin me mendjen e saj në mënyra të frikshme. Kishte ditë kur Elena humbiste plotësisht nocionin e kohës. Ishte ditë apo natë? Sa kohë kishte kaluar që kur Artani ishte nisur? Një javë? 2? 3? Ajo përpiqej të shënonte ditët duke bërë vija me thonjë në murin e lagësht, por ndonjëherë haronte ose humbiste numërimin dhe atëherë gjithçka përzihej në një masë konfuze orësh të pafundme. Lira, kur shfaqej në bodrum, e bënte këtë gjithmonë me atë buzëqeshje të ftohtë dhe të llogaritur, si një mace që luan me një mi të plagosur para goditjes finale. Si po ndiheni sot, zonja Elena? Shpresoj të jeni rehat. E dini, biri juaj më telefonoi dje. Pyeti për ju, sigurisht. I thash se ishit shkëlqyeshëm duke shijuar pushimin. Ai u gëzua kaq shumë kur mori vesh se jeni mirë. Do të ishte për të ardhur keq t'ia prishnim lumturinë me ankesa të panevojshme, apo jo? Dhe Elena e kuptonte në mënyrë të përsosur kërcënimin e nënkuptuar. Nëse do të përpiqej të thoshte diçka për Artanin, Lira do të mohonte gjithçka, do ta pikturonte Elenën si një plak konfuze dhe delirante, dhe gjërat mund të përkeqësoheshin edhe më shumë. Kështu që Elena heshte, gëlltiste fjalët që i digjnin në fyt dhe vazhdonte të mbietonte një ditë pas tjetrës. Por situata u përkeqësua në mënyrë drastike një pasdite të enjte. Elena po përpiqej të ngrihej nga dysheku për të bërë disa ushtrime bazë që fizioterapistët ja kishin mësuar vite më parë, lëvizje të thjeshta për të mbajtur një farë qarkullimi në këmbë. Por trupi i saj ishte i dobët, i kequshyer, dhe ajo u pengua në një palë të batanijes, duke humbur ekuilibrin. Rrëzimi ishte i rëndë. Elena goditi gjurin në dyshemen prej betoni me një forcë që i shkëputi një klithmë dhimbje nga buzët. Për disa minuta, ajo qëndroi aty shtrirë, duke u përpjekur të merrte frym, duke ndjerë një dhimbje të mprehtë që i pulsonte në këmbë. Kur më në fund arriti të ulej, pas se gjuri po enjtej me shpejtësi, duke u bërë i mavijosur dhe i deformuar. Ju lutem, bërtiti ajo duke goditur derën me duar të dridhura. Ju lutem, dikush të më ndihmoj. U rrëzova, jam lënduar. Ju lutem. Askush nuk erdhi për orë të tëra. Kur dera më në fund u hap, ishte Lira dhe ajo shikoi gjurin e lënduar të Elenës me një shprehje indiference totale. Sa keq. Duhet të keni më shumë kujdes, zonja Elena. Në këtë moshë, një rrëzim mund të jetë shumë i rrezikshëm. Do të dërgoj dikë të sjellë akull, tha ajo, por akulli nuk erdhi kurrë. Elena kaloi gjithë natën zgjuar, dhimbja në gjuj rrite si një daulle këmbëngulse. Nuk kishte ilaçe, nuk kishte ngushëllim, vetëm dhimbja e vazhdueshme dhe siguria në rritje se askush nuk do të vinte ta shpëtonte. Dhe atë natë, për herë të parë që kur kishte filluar gjithçka, Elena pyeti veten nëse do të arrinte të mbjetonte deri në kthimin e Artanit. Ndërkohë, në anën tjetër të botës, në Tokyo, Artani nuk arrinte të flinte.
Ishte në dhomën e një hoteli me 5 hyje, me pamje nga qyteti i ndriçuar, por ndihej i shqetësuar në një mënyrë që nuk arrinte ta shpjegonte. Kishte provuar të telefononte nënën e tij 3 herë atë javë, por Lira gjithmonë përgjigjej duke thënë se Elena po pushonte, se nuk donte të shqetësohej, se gjithçka ishte në rregull. Diçka brenda tij bërtiste se nuk ishte gjithçka në rregull. Por çfarë? Lira ishte e përsosur. Kujdesej për gjithçka. E donte nënën e tij po aq sa ai. Apo jo? Artani u ngrit nga shtrati dhe shkoi te dritarja, duke parë dritat e Tokios që vezullonin në natë. Kishte filluar të shihte ëndra të çuditshme kohët e fundit. Ëndërronte nënën e tij të bllokuar në vende të errëta, duke e thirrur, por kur përpiqej ta arrinte, këmbët nuk i lëviznin, zëri nuk i dilte. Zgjohej i djersitur, me zemrën që i rrite fort, me një ndjenjë urgjence që nuk kishte kuptim racional. Vendosi që sapo të mbaronte takimi i ditës së nesërme, do të telefononte nënën direkt, do të këmbëngulte të fliste me të. Duhej të dëgjonte zërin e saj, të sigurohej se ishte vërtet mirë. Sepse kjo ndjenjë, ky parandjenje e tmerrshme, po bëhej e pamundur për t'u injoruar. Kthyer në vilën e bllokut, Elena po shkruante një letër. Kishte arritur, në një nga daljet e saj të rralla në banjo, të merrte një copë letër dhe një stilolaps që gjeti të braktisur në banak. Me duar të dridhura dhe shkrim të dridhur nga dhimbja dhe frika, i shkruante të birit gjithçka që po ndodhte. Çdo poshtërim, çdo privim, çdo moment terrori. Shkruante sepse duhej të besonte se në një farë mënyre ato fjalë do të arrinin tek Artani, se ai do ta dinte të vërtetën, se ai do të vinte ta shpëtonte. Biri im i dashur, fillonte letra, ndërsa lotët binin mbi letër duke njollosur bojën. Nëse po e lexon këtë, atëherë ka ende shpresë. Dua të dish se të dua më shumë se gjithçka, dhe se asgjë nga ato që po ndodhin nuk është faji yt. Por kam nevojë për ndihmën tënde. Jam në rrezik këtu, në këtë shtëpi që duhej të ishte shtëpia ime. Gruaja që ti do nuk është ajo që ti mendon. Elena e palosi letrën me kujdes dhe e fsheu brenda dyshekut, në një të qartë të vogël anash. Do të priste mundësinë e duhur për t'i dorëzuar Rozës, ose për të gjetur një mënyrë që ajo të arrinte në duart e Artanit. Ishte shpresa e saj e vetme, shansi i saj i vetëm. Por të nesërmen në mëngjes, kur Elena u zgjua, letra ishte zhdukur. Dhe Lira qëndronte në këmbë në derën e bodrumit, duke mbajtur letrat e palosura mes gishtave, fytyra e saj një maskë zemërimi të përmbajtur. Kështu ma kthen gjithçka që kemi bërë për ty? Me gënjeshtra dhe akuza? Vërtet mendon se biri yt do të besoj fantazitë e një plake senile, pështyu Lira, duke e grisur letrën në copa të vogla që i la të binin mbi Elenën si konfeti mizor. Mendoj se ka ardhur koha të mësosh se veprimet kanë pasoja, zonja Elena. Dhe pasojat e tua sapo kanë filluar. Ishte atë natë që ndodhi incidenti që do të ndryshonte gjithçka për gjithmonë. Elena, e dëshpëruar dhe me dhimbje në gjuhë që nuk përmirësoi, u përpoq të zvarritej deri te dera e bodrumit. Mendoj se ndoshta, nëse do të bërtiste mjaftueshëm fort, dikush nga jashtë mund ta dëgjonte, ndonjë fqinj, ndonjë kalimtar. Ishte një shpresë e kotë, bodrumi ishte shumë i izoluar, por ishte e vetmja gjë që i kishte mbetur. Por trupi i saj i dobët e tradhtoi. Në mes të rrugës, këmbët i lëshuan plotësisht dhe ajo ra me fytyrën në dyshemen e ftohtë, duke goditur ballin me forcë. Dhimbja ishte shpërthyese, verbuese. Ndjeu diçka të ngrohtë t'i rrifte nëpër fytyrë dhe kuptoi se po gjakoste. U përpoq të ngrihej, por bota i rrotullohej, duart i rrëshisnin në gjakun e saj. Dhe pastaj, gjithçka u bë e errët. Kur Elena u zgjua, nuk e kishte idenë se sa kohë kishte kaluar. Ditë. Ishte shtrirë në dyshek, koka e saj e mbështjell me lecka që i digjnin kundër plagës. Dhimbja ishte e padurueshme. U përpoq të bërtiste për ndihmë, por zëri i saj doli vetëm si një murmurim e ngjirur. Ishte atëherë që dera u hap dhe Lira hyri, duke mbajtur një tabaka me ushqim. Por kishte diçka ndryshe në sytë e saj, diçka edhe më të ftohtë dhe më të vendosur se më parë. Je më e fortë se sa mendoja, zonja Elena. Por kjo kokfortësi vetëm po t'i bën gjërat më të vështira. Ndoshta ka ardhur koha të kuptosh një herë e mirë se cili është vendi yt në këtë shtëpi tani, tha Lira, duke vendosur tabakan në dysheme. Dhe ishte në atë moment, duke parë atë grua që ishte bërë torturuesja e saj, që Elena kuptoi diçka të tmerrshme. Lira nuk do të ndalej. Nuk kishte kufi se deri ku do të shkonte.
dhe nëse Artani nuk kthehej shpejt, nëse askush nuk e zbulonte të vërtetën, Elena nuk ishte e sigurt se do të mbijetonte. Por diku brenda saj, në atë pjesë që kishte mbijetuar rrëzimin nga shkallët vite më parë, që kishte mbijetuar humbjen e burrit, që kishte mbijetuar kaq shumë gjëra të vështira në jetë, diçka u ndez. Një shkëndijë e vogël, por këmbëngulse. Nuk ishte tamam shpresë, ishte diçka më primitive. Ishte vullneti për të mbijetuar. Refuzimi për t'u dorëzuar. Vendosmëria se, nëse do të binte, nuk do të ishte pa luftuar. Dhe Elena, shtrirë në atë dy shek të ndyrë në bodrumin e ftohtë dhe të errët, me kokën që i rrite nga dhimbja dhe trupin e dobët, i bëri vetes një premtim. Do të mbijetonte. Do të duronte. Do të gjente një mënyrë për t'ia bërë të ditur të vërtetën Artanin. Sepse nuk do të lejonte që ajo grua të fitonte. Jo pas gjithçkaje që kishte përballuar tashmë në jetë. Në anën tjetër të botës, Artani u zgjua në 3 të mëngjesit me zemrën që i rrite fort dhe një siguri absolute se diçka ishte tmerrësisht gabim. Nuk ishte më vetëm një parandjenje e vagull. Ishte një siguri viscerale, një njohuri e thellë që vinte nga diku përtej arsyes. Nëna e tij kishte nevojë për të. Dhe kishte nevojë tani. Ai shikoi celularin dhe, për herë të parë, vuri në dyshim nëse përgjigjet që Lira i kishte dhënë ishin vërtet të vërteta. Pse nëna e tij nuk përgjigjej kurrë direkt? Pse gjithmonë kishte ndonjë justifikim? Dhe ai toni në zërin e Lirës kur fliste për shëndetin mendor të nënës, ato insinuata delikate për konfuzion dhe çorientim, a nuk ishin pikërisht ato që do të priste të dëgjonte nëse diçka në fakt ishte gabim me Lirën, dhe jo me nënën e tij? Për herë të parë, Artani i lejoi vetes të dyshonte. Dhe dyshimi, sapo u mboll, filloi të rritej me egërsi, i ushqyer nga muaj të tërë shenjash të vogla që ai kishte injoruar, mospërputhjesh të vogla që i kishte shpjeguar, alarmeve të vogla që i kishte heshtur në emër të dashurisë dhe besimit. Dhe atë agim në Tokyo, ndërsa Elena luftonte për të mbijetuar edhe një ditë në bodrumin e errët dhe Lira flinte qetësisht në shtratin e madh që dikur u përkiste prindërve të Artanit, fija e padukshme që lidhte nënën dhe birin u tërhoq me forcë. Duke përshkuar oqeane dhe kontinente, duke bërtitur një mesazh të vetëm, ktheu në shtëpi, sa nuk është vonë. Artani nuk mundi të priste deri në fund të takimit të planifikuar për atë mëngjes. Në 6 të mëngjesit, ora e Tokios, që do të korespondonte me mesditën e ditës së kaluar në Tiranë, ai telefonoi në shtëpi, por askush nuk u përgjigj. Provoi celularin e Lirës, i cili shkoi direkt në sekretarinë telefonike. Provoi përsëri. Dhe përsëri. Derisa, në tentativën e 5, ajo më në fund u përgjigj, zëri i saj duke i irrituar dhe i përgjumur. Artan? Këtu është ora 3 e mëngjesit. Çfarë ka ndodhur? Duhet të flas me nënën time. Tani, tha Artani, zëri i tij mbante një vendosmëri që befasoi edhe atë vetë. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës, një heshtje e llogaritur. Nëna jote po fle, Artan. Ti e di se ajo ka nevojë për pushim. Mund t'i lë një mesazh kur të zgjohet. Jo. Dua të flas me të tani. Zgjoje. Është e rëndësishme. Një tjetër pauzë, më e gjatë. Artan, je mirë? Dukesh i stresuar. E di që ky udhëtim ka qenë i ngarkuar. Ndoshta duhet të pushosh pak. Lira, po flas seriozisht. Më lidh me nënën time në telefon. Tani. Zëri i Lirës ndryshoi në mënyrë delikate, duke u bërë më i ftohtë. Kjo nuk është e arsyeshme, Artan. Nëna jote ka pasur disa episode kohët e fundit. Bëhet konfuze, e agjituar. Mjeku tha se duhet të mbajmë një rutinë të qëndrueshme, pa shqetësime. Ta zgjosh në mes të natës mund të shkaktojë një episod tjetër. Çfarë episodesh? Cili mjek? Pse askush nuk më ka thënë asgjë për këtë? Zëri i Artanit u ngrit pa dashje. Nuk doja të shqetësoja ndërsa ishe duke mbyllur biznese kaq të rëndësishme. Por nëna jote nuk është mirë, Artan. Kam folur me specialist duke ndjekur të gjitha rekomandimet. Kur të kthehesh, do të flasim për opsionet më të mira të kujdesit për të. Por për momentin, dua të kesh besim tek unë. Po bëj më të mirën për nënën tënde. Por diçka në mënyrën si fliste Lira, ai ton njëkohësisht i butë dhe kontrollues, bëri diçka të klikonte në mendjen e Artanit. Ai kujtoi momente të vogla gjatë muajve, mospërputhje të vogla që i kishte injoruar.
mënyrën se si nëna e tij të kurej kur Lira hynte në dhomë. Si shmangte ta shikonte në sy. Si dukej gjithmonë e friksuar të thoshte diçka gabim. Po kthehem në shtëpi, njoftoi Artani pa pritur. Sot. Anuloj gjithçka këtu. Artan, mos u bëj impulsiv. Ke 2 javë në këto negociata. Nuk mund të braktisësh gjithçka për shkak të një shqetësimi të pabazë. Nuk është i pabazë. Ndjej se diçka është gabim. Dhe kur bëhet fjalë për nënën time, nuk do të rrezikoj. Arri atje nesër në mbrëmje. Dhe para se Lira të mund të argumentonte më shumë, ai e mbylli telefonin. Duart i dridheshin ndërsa filloi të kërkonte fluturime për t'u kthyer në Tiranë. Lidhja tjetër nisej pas 6 orësh. Do të ishte një udhëtim i gjatë, por ai do të ishte në shtëpi për afërsisht 24 orë. Duhej vetëm që nëna e tij të duronte edhe një ditë. Ajo që Artani nuk dinte ishte se ajo telefonat kishte ndryshuar gjithçka. Lira, ende duke mbajtur telefonin në dorë, ndjeu një zemërim të akullt t'i ngjitej në përshtyllën kurrizore. Artani po fillonte të dyshonte. Po kthehej më herët. Dhe nëse do të zbulonte se çfarë po ndodhte vërtet, gjithçka që ajo kishte ndërtuar do të shembej si një kështjell prej letre. Ajo duhej të vepronte. Dhe duhej të vepronte shpejt. Lira zbriti në bodrum ende e veshur me robdishanin e saj të mëndafsh, hapat e saj kumbonin në shkallët e betonit. Kur hapi derën, gjeti Elenën zgjuar, shtrirë në 2 shek, duke parë tavanin me sy bosh. Plaga në ball ishte infektuar, e kuqe dhe e enjtur. Gjuri ishte i mavijosur dhe i deformuar. Elena ishte qartësisht shumë e sëmur, por ende e ndërgjegjshme. Biri yt po kthehet, njoftoi Lira pa hyrje. Nesër ai do të jetë këtu. Dhe e di çfarë do të ndodh kur ai të arrijë. Elena u përpoq të ulej, por trupi nuk ju bin. Vetëm ktheu kokën për të parë Lirën, syt i shkëlqenin me një përzierje shprese dhe terrori. Ai do të më gjej, përshpëriti Elena me zë të ngjirur. Do të shoh se çfarë ke bërë. Lira qeshi, por nuk ishte një e qeshur humori. Ishte diçka e ftohtë dhe therse. Vërtet? Dhe çfarë do të shoh, zonja Elena? Një plak të sëmur që ka rënë disa herë sepse është e ngathët. Që është konfuze dhe e çorientuar sepse mosha dhe kushtet shëndetësore po i ndikojnë në mendje. Që u transferua në një dhomë më të sigurt dhe më të aksesueshme sepse dhoma e vjetër ishte në rinovim. Unë kam foto të dhomës duke u rinovuar. Kam raporte mjekësore për përkeqësimin tënd mendor. Kam dëshmitar që do të konfirmojnë konfuzionin tënd në rritje. Elena ndjeu zemrën t'i fundosej. Dëshmitar? Roza nuk do të dëshmonte kurrë kundër saj. Apo do ta bënte. Roza u largua nga puna sot herët në mëngjes, vazhdoi Lira, sikur t'i lexonte mendimet Elenës. I dham një dëmshpërblim të mirë dhe një letër rekomandimi të shkëlqyer. Ajo është mirënjohëse dhe e di se të flas diçka kundër kësaj shtëpie do të thotë të mos gjej kurrë më punë në Tiranë. Tashmë kam punësuar një kujdestare të re, një që e kupton se si funksionojnë gjërat vërtet këtu. Nuk do t'ja dalësh, tha Elena, por zëri i saj doli i dobët dhe pa bindje. Artani më nje. Ai do ta di se po them të vërtetën. Vërtet? Pas muajsh të tërë duke dëgjuar për konfuzionin tënd mendor, pasi unë duke qarë ti tregoj atij sa e vështirë ka qenë të kujdesem për ty, si ke halucinacione, si më akuzon për gjëra të tmerrshme që nuk kanë ndodhur kurrë. Ai do të zgjedh të besoj ty apo mua, gruan që ai do, që nuk i ka dhënë kurrë arsye për të dyshuar. Dhe Elena kuptoi me tmerr në rritje se Lira kishte të drejtë. Ajo kishte luajtur kaq mirë, kaq me përpikëri, saqë kishte krijuar një realitet alternativ krejtësisht bindës. Edhe nëse Artani do të donte të besonte nënën, provat që Lira kishte mbjell me kujdes gjatë muajve do të krijonin mjaftueshëm dyshim. Dhe dyshimi do të ishte i mjaftueshëm për të shkatëruar çdo shans që Elena kishte për shpëtim. Por unë do të jap një shans, tha Lira, duke u ulur në gjunjë pranë dyshekut për të qenë në nivelin e syve të Elenës. Kur të vi biri yt, ti do të buzëqeshësh. Do të thuash se je mirë. Se po kujdesen shumë mirë për ty se unë jam e mrekullueshme. Dhe do t'i lutesh që të mos anuloj udhëtimet e tij të biznesit për shkakun tënd. Nëse e bën këtë siç duhet, ndoshta do të konsideroj t'i përmirësoj pak kushtet e tua këtu.
por nëse përpiqesh të më demaskosh, nëse përpiqesh t'i tregosh fantazitë e tua, betohem se do ta bëj pjesën tjetër të jetës tënde edhe më të padurueshme se sa është tashmë. Dhe mund ta bëj këtë, zonja Elena. Mundem dhe do ta bëj. Elena mbylli sytë, duke ndier lot të nxehtë t'i rridhnin nëpër të, më tha. Ishte e bllokuar. Pavarësisht se çfarë do të bënte, Lira kishte të gjitha letrat. Kishte fuqi, kishte kontroll, kishte besueshmëri. Dhe Elena kishte vetëm të vërtetën, të cilën askush nuk do ta besonte. Ndërsa Lira dilte nga bodrumi, Elena mbeti aty shtrirë, duke u ndier më e dëshpëruar se kurrë. Biri i saj po kthehej, por edhe kjo nuk do të ishte e mjaftueshme për ta shpëtuar. Lira e kishte ndërtuar burgun e saj me kaq inteligjencë saqë hekurat ishin të padukshme, por absolutisht reale. Por kishte dikë që Lira e kishte nënvlerësuar. Roza, edhe pse e larguar nga puna, edhe pse me frikë, nuk mund të jetonte me fajin e asaj që po lejonte të ndodhte. Në javët e fundit, kishte parë Elenën të përkeqësohej, kishte parë shenjat, mavijosjet, frikën në sytë e gruas për të cilën ishte kujdesur për vite me radhë. Dhe kur u largua nga puna atë mëngjes me një zarf të trashë me para dhe një letër rekomandimi, ndjeu se ishte shansi i saj i fundit për të bërë gjën e duhur. Roza ruajti numrin e celularit të Artanit që e kishte shënuar vite më parë, kur ai e la për emergjenca. Nuk e kishte përdorur kurrë, por gjithmonë e kishte ditur se një ditë mund t'i duhej. Dhe nëse kishte një ditë që i duhej, ishte kjo. Ajo priti deri në fund të pasdites, kur e dinte se Artani do të ishte në avion, por ende me akses në mesazhe. Me duar të dridhura, shtypi një mesazh të shkurtër por të fuqishëm. Zoti Artan, jam Roza. Më falni që po flas vetëm tani, por zonja Elena është në rrezik. Zonja Lira nuk është ajo që ju mendoni. Ju lutem, kur të arrini në shtëpi, kërkoni nënën tuaj në bodrum. Dhe jani i përgatitur për atë që do të gjeni. Më vjen keq që nuk pata guxim më parë. Kam ruajtur disa foto që i kam bërë fshehurazi. Mund të provoj gjithçka. Ju lutem, shpëtoni zonjën Elena para se të jetë tepër vonë. Roza i bashkëngjiti 3 foto që kishte arritur t'i bënte fshehurazi në javët e fundit. Njëra tregonte Elenën në bodrum, ambientin e mjerueshëm përreth. Tjetra tregonte mavijosjet në krahët e saj. E treta tregonte plagën në ballë, ende të freskët dhe duke gjakosur. Kur shtypi dërgo, Roza filloi të qante. Nuk e dinte nëse kjo do të ishte e mjaftueshme, nëse Artani do ta besonte, nëse do të arrinte në kohë. Por e kishte bërë pjesën e saj. Më në fund, pas muajsh bashkëpunimi të detyruar nga frika, kishte gjetur guximin për të bërë atë që ishte e drejtë. Mesazhi arriti në telefonin e Artanit ndërsa ai ishte në radhë për t'u hipur në avion në aeroportin e Tokios. Kur e hapi dhe pa fotot, ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Ajo nuk mund të ishte nëna e tij. Nuk mund të ishte shtëpia e tij. Nuk mund të ishte e vërtetë. Por ishte. Fotot nuk gënjenin. Dhe pa pritur, gjithçka bëri kuptim. Të gjitha shenjat që i kishte injoruar, të gjitha justifikimet që i kishte pranuar, të gjitha dyshimet që i kishte heshtur. Artani vrapoi te sporteli i kompanisë ajrore, zemra i rrite aq fort sa dukej se do t'i shpërthente. Më duhet fluturimi i parë për në Tiranë. Nuk ka rëndësi sa kushton. Nuk ka rëndësi nëse është klasi i parë apo nëse duhet të shkoj në këmbë. Më duhet të jem në fluturimin tjetër. Recepcionistja, e friksuar nga intensiteti në sytë e tij, kontrolloi sistemin shpejt. Ka një fluturim privat ekzekutiv që niset pas 2 orësh. Mund të përpiqem të siguroj një vend, por do të jetë shumë i shtrenjtë. Nuk ka rëndësi. Rezervoje. Bëj çfarë të jetë e nevojshme. Ndërsa priste të hipte në avion, Artani telefonoi një avokat mik në Tiranë. Dua të shkosh në shtëpinë time tani. Hyr me policinë nëse është e nevojshme. Nëna ime është në rrezik. Ti dërgoj provat me email tani. Dhe pastaj telefonoj një mik tjetër, një mjek. Më duhet një ambulancë në shtëpinë time. Dhe më duhet një ekspert që mund të dokumentoj gjithçka. Nëna ime ka qenë viktime e keqtrajtimit dhe më duhen prova mjekësore. Çdo telefonat, çdo mas, ishte si një grush që i jepte vetes. Si kishte qenë kaq i verbër? Si e kishte lejuar të ndodhte kjo? Si kishte dështuar me nënën e tij përsëri, pikërisht siç kishte dështuar ditën kur ajo ra nga shkallët?
16 orët e ardhshme ishin më të gjatat në jetën e Artanit. Në fluturim nuk mundi të flinte, nuk mundi të hante. Vetëm qëndroi aty duke parë fotot që Roza i kishte dërguar, çdo detaj duke ju gdhendur në mendje si hekur i skuqur. Nëna e dobët, e ndyrë, e lënduar. Ambienti i mjerueshëm. Frika e stampuar në fytyrën e saj. Dhe të mendosh se Lira, gruaja që ai donte, që e kishte sjellë në shtëpinë e tij, të cilës i kishte besuar pasurinë më të çmuar që kishte, ishte përgjegjëse për këtë. Si nuk e kishte parë? Çfarë lloj personi ishte ajo vërtet? Dhe më e rëndësishmja, çfarë lloj personi ishte ai që nuk e kishte mbrojtur nënën e tij? Kur avioni më në fund u ul në aeroportin e Rinasit, tashmë ishte natë. Artani nuk priti për bagazhin. Vrapoi direkt te taksia, i dha adresën dhe i kërkoi shoferit të shkonte sa më shpejt të ishte e mundur. 1000 lekë më shumë nëse arrin për më pak se gjysmë ore, i tha ai, dhe shoferi shtypi gazin deri në fund. Ndërsa makina çante trafikun e Tiranës, Artani lutej. Nuk ishte një njeri veçanërisht fetar, por në atë moment lutej me gjithë forcën e shpirtit të tij. Të lutem, le të jetë gjallë. Të lutem, le të mos jetë tepër vonë. Të lutem, më jep një shans ta rregulloja këtë. Vetëm edhe këtë shans. Vila u shfaqe ndriçuar si gjithmonë, e përsosur si gjithmonë, duke fshehur sekretet e saj të errëta pas mureve të bardha dhe kopshteve të patëmeta. Artani zbriti nga makina para se ajo të ndalonte plotësisht, duke vrapuar drejt portës. Duart i dridheshin aq shumë sa mezi arriti të shtypte kodin e hyrjes. Kur dera kryesore u hap, Lira ishte aty, e veshur me elegancë si gjithmonë, një buzëqeshje habie në fytyrë. Artan, je kthyer më herët se sa pritej. Sa mrekulli, filloi ajo, por ai kaloi drejt pranë saj pa një fjalë, duke vrapuar drejt shkallëve që çonin në bodrum. Artan, çfarë po bën? Thiri Lira pas tij, zëri i saj u ngrit një ton, paniku filloi të dilte nga maska e saj e përsosmërisë. Por Artani nuk u ndal. Zbriti shkallët duke kërcyer shkallët, zemra në fyt, derisa arriti te dera e bodrumit. Ishte e mbyllur. Ku është Chelsea, bërtiti ai duke u kthyer nga Lira që kishte zbritur pas tij. Artan, po vepron në mënyrë iracionale. Duhet të flasim me qetësi. Nëna jote është mirë, thjesht po pushon në një ambient më të përshtatshëm, ndërsa dhoma e saj po rinovohet. Hape. Këtë. Der. Tani, tha Artani me një zë aq të ulët dhe të rrezikshëm sa që bëri edhe Lirën të tërhiqej një hap pas. Kur ajo nuk lëvizi, Artani thjesht hodhi trupin e tij kundër derës. Një herë, dy herë, në të tretën brava u lëshua dhe dera u hap me shurm. Era që doli nga ajo dhomë ishte e papërshkrueshme. Myk, lagështi, sëmundje, dëshpërim. Dhe aty, mbi një dyshek të hollë e të ndyrë në dyshemen e ftohtë prej betoni, ishte nëna e tij. Kaq e vogël, kaq e brisht, kaq ndryshe nga gruaja e fortë që ai njihte. Sytë e mbyllur, trupi i palvizshëm për një moment të tmerrshëm, derisa ai pa gjoksin të ngrihej lehtë, vetëm një frymëmarrje e dobët, por frymëmarrje. Nën, pëshpëriti Artani duke rënë në gjunjë pranë saj, lotët më në fund shpërthyen pa kontroll. Nën, jam këtu. Më fal. Më fal kaq shumë. Elena hapi syt ngadalë dhe kur u fokusua në fytyrën e të birit, diçka ndryshoi në shprehjen e saj. Nuk ishte tamam lehtësim, ishte më shumë si çlirim. Sikur më në fund mund të ndalonte së luftuari, të ndalonte së mbijetuari vetëm, të ndalonte së mbajturi atë peshë. Artan, pëshpëriti ajo me një zë aq të dobët sa që ai duhej të përkulej për ta dëgjuar. U ktheve. Po, nën. U ktheva. Dhe kur më nuk do të lë vetëm. Kur më. Betohem për jetën time. Dhe aty, në atë bodrum të tmerrshëm, mes lotësh dhe përqafimesh të kujdesshme për të mos e lënduar më shumë, nëna dhe biri u rigjetën. Dashuria që kishte ekzistuar gjithmonë mes tyre, por që ishte testuar në mënyra të tmerrshme, u dëshmua më e fortë se gjithë e keqja, gjithë manipulimi, gjithë mizoria që kishte tentuar t'i shkatëronte. Lira u përpoq të arratisej atë natë, por nuk shkoi larg. Miq që Artani kishte thirrur tashmë ishin rrugës dhe kur ajo u përpoq të ngjitej në gardhin e pasëm të pronës, u kap maska e përsosmërisë që kishte mbajtur për kaq kohë më në fund plotësisht, duke zbuluar poshtë saj dëshpërimin, zemërimin dhe panikun e dikujt që e di se është zbuluar dhe se nuk ka më ku të shkojë.
Dhe ndërsa ambulanca e çonte Elenën në spital, me Artanin që i mbante dorën gjatë gjithë udhëtimit, vila e bllokut dëshmoi fundin e një kapitulli të errët. Por edhe fillimin e diçkaje të re, diçkaje të ndërtuar jo mbi sekrete dhe gënjeshtra, por mbi të vërtetën, mbi praninë reale, mbi një dashuri që ishte testuar në zjarr dhe kishte dalë më e fortë, më e vërtetë, më e thellë se kurrë. Ditët e para në spital ishin një mjegull dhimbjeje, ilaçesh dhe procedurash mjekësore. Elena kishte pneumoni të rënë nga ekspozimi i zgjatur ndaj lagështisë së bodrumit, kequshqyrje të avancuar, dehidrim kritik, përveç lëndimeve fizike të dukshme. Plaga në ballë kërkoi qepje dhe trajtim për infeksionin. Gjuri kërkonte operacion. Por më keq se plagët fizike ishin plagët emocionale që mjekët identifikonin në çdo konsult me psikologët. Artani nuk u largua nga ana e nënës as një minutë. U instalua në karrigen pranë shtratit të spitalit dhe aty qëndroi ditë e natë, duke i mbajtur dorën, duke biseduar me zë të ulët, duke kërkuar falje vazhdimisht derisa Elena më në fund tha, me lot në sy por me vendosmëri në zë, "Mjaft, bir. Ti nuk e dije." Ajo ishte shumë e aftë në mashtrim. Nëse dikush duhet të kërkoj falje, jam unë, që nuk pata guxim të tregoja më parë, që e lash frikën të më heshte. Jo, nën. Unë duhet ta kisha kuptuar. Duhet ta kisha dëgjuar instinktin tim. Duhet të kisha qenë i pranishëm. Por të premtoj një gjë, nga tani e tutje do të jem. Pavarësisht se çfarë ndodh në biznes, ti vjen e para. Gjithmonë. Hetimi policor filloi menjëherë. Provat ishin të bollshme dhe të padiskutueshme. Fotot që Roza kishte bërë, regjistrimet e blerjeve që tregonin se Elena merrte racione minimale ushqimi ndërsa pjesa tjetër e shtëpisë gostitej, raportet mjekësore që konfirmonin keqtrajtim të zgjatur, mesazhet tekst që ekspertët rikuperuan nga celulari i Lirës duke treguar se si ajo kishte manipuluar furnitorët dhe punonjësit. Dhe kishte gjithashtu dëshminë e Rozës, e cila më në fund e lirë nga frika, tregoi gjithçka me detaje të dhimbshme. Avokati mbrojtës i Lirës u përpoq të ndërtonte një narrativ viktime. Solli në dritë të kaluarën e saj, një fëmijëri të shënuar nga braktisja, një adoleshencë në shtëpi fëmije, histori situatash të vështira që askush nuk i dinte. Argumentoi se Lira vuante nga çrregullime që e pengonin të kontrollonte plotësisht veprimet e saj, se ishte vetë viktime e traumave të pasgjidhura. Dhe ishte e vërtetë që Lira kishte vuajtur. Regjistrimet tregonin vite vështirësish, refuzimi, mungese të thellë afektive. Por prokurori kundërargumentoi me forcë, vuajtja nuk justifikon shkaktimin e vuajtjes. Trauma nuk është leje për të traumatizuar. Miliona njerëz i mbijetojnë fëmijërive të vështira pa u bërë torturues. Lira bëri zgjedhje të ndërgjegjshme, të përpikta, të llogaritura. Planifikoi çdo hap, manipuloi çdo person, ndërtoi një rrjet të përpunuar gënjeshtrash. Kjo nuk është sëmundje, kjo është ligësi e ndërgjegjshme. Gjyqi zgjati me javë dhe tërhoqi vëmendjen e medias. Historia e biznesmenes së suksesshme që keqtrajtonte vjerrën e moshuar dhe të pambrojtur tronditi Tiranën dhe Shqipërinë. Reporterët kishin ngritur kampin para spitalit ku Elena ende po shërohej. Artani duhej të punsonte siguri shtesë për të mbrojtur privatësinë e nënës. Elena, kur u pyet nga avokatët nëse donte të merrte pjesë në gjyq, hezitoi. Një pjesë e saj donte drejtësi, donte që Lira të paguante për atë që kishte bërë. Por një pjesë tjetër, pjesa e lodhur dhe e lënduar, donte vetëm paqe, donte vetëm të harronte, donte vetëm të rindërtonte jetën e saj pa pasur nevojë të rijetonte traumën vazhdimisht. Artani u ul pranë saj dhe i tha, "Nën, çfarëdo vendimi të marrësh, do të mbështes. Nëse do të dëshmosh, do të jem aty pranë teje. Nëse do të mbash distancë, gjithashtu do ta respektoj. Nuk ka zgjedhje të gabuar këtu." Elena mendoi për ditë të tëra derisa vendosi, do të dëshmoj. Jo për hakmarrje, por sepse ndoshta historia ime do të pengoj që kjo t'i ndodh dikujt tjetër. Ndoshta do të bëj dikë të jetë më i vëmendshëm ndaj shenjave. Ndoshta do të shpëtoj një jetë tjetër. Dita kur Elena hyri në gjykat ishte një nga më të vështirat e jetës së saj. Edhe muaj pas shpëtimit, ende përdorte karrocë me rrota, ende mbante shenja të dukshme. Kur filloi të tregonte historinë e saj, zëri i dridhej por nuk u thye. Përshkroi muajt e izolimit progresiv, manipulimin psikologjik, privimet, frikën e vazhdueshme, ndjenjen e të qenit e burgosur në një makt nga i cili nuk mund të zgjohej.
Kur avokati mbrojtës u përpoq të vinte në dyshim besueshmërinë e saj, duke sugjeruar se mendja e saj konfuze mund të kishte shtrembëruar ngjarjet, Elena e shikoi drejt për drejt dhe tha me një qartësi që heshti sallën: "Unë e di ndryshimin mes konfuzionit dhe mizorisë. E di ndryshimin mes të harruarit se ku i kam vënë syzet dhe të qenit e mbyllur në një bodrum të lagësht me ushqim të pamjaftueshëm. Mendja ime mund të mos jetë e përsosur në moshën 72 vjeçare, por trupi im tregon një histori që asnjë konfuzion mendor nuk mund ta shpikte." E gjithë salla heshti. Edhe avokati mbrojtës dukej pa fjalë. Dhe kur Elena mbaroi dëshminë e saj, kishte lot në sytë të shumë të pranishmëve, duke përfshirë disa nga anëtarët e jurisë. Lira u dënua. Dënimi ishte i gjatë, duke reflektuar seriozitetin dhe paramendimin e veprave. Kur u lexua dënimi, Lira nuk tregoi emocion, vetëm një shikim bosh, sikur më në fund maska të kishte rënë përgjithmonë dhe të mos kishte asgjë reale poshtë saj. Artani, ulur pranë nënës, i mbajti dorën dhe i pëshpëriti: "Mbaroj, nën." Më në fund mbaroi. Por në shumë aspekte, sapo kishte filluar. Shërimi fizik i Elenës zgjati me muaj. Operacioni në gjuhë ishte kompleks, i ndjekur nga fizioterapi intensive. Lëvizshmëria e saj u përmirësua gradualisht, por nuk do të kthehej kurrë plotësisht si më parë. Shenja në ballë, ku ishte goditur kur ra, do të mbetej përgjithmonë, një kujtesë fizike e asaj periudhe të errët. Por Elena mësoi të mos e fshite. U bë pjesë e historisë së saj, pjesë e asaj që ishte tani. Shërimi emocional ishte edhe më sfidues. Elena vuante nga makte të shpeshta, zgjoi duke bërtitur, duke imagjinuar veten përsëri në bodrum. Kishte kriza paniku kur dëgjonte hapa në shkallë ose kur qëndronte vetëm në një dhomë të errët. Terapia u bë pjesë e rutinës së saj, seanca javore ku ngadalë filloi të përpunonte traumën, të gjente fjalë për atë që kishte jetuar, të rindërtonte besimin e saj në botë. Edhe Artani bëri terapi. Mbante një faj të thellë për atë që kishte lejuar të ndodhte, që ishte mashtruar kaq plotësisht që nuk e kishte mbrojtur nënën kur ajo kishte më shumë nevojë. Terapisti i tij punoi me të mbi konceptin se abuzuesit janë ekspert në manipulim, se nuk ishte dobësi apo dështim të ishe mashtruar nga dikush që i kushtoi kaq shumë përpjekje ndërtimit të një fasade të përsosur. Dhe ngadalë, seancë pas seance, Artani filloi të falte veten. Një nga ndryshimet e para që bëri Artani ishte në lidhje me punën. Hoqi dorë nga posti i drejtorit ekzekutiv të kompanisë së tij, duke marrë një pozicion këshillues që i lejonte të punonte nga shtëpia dhe të udhëtonte shumë më pak. Partnerët e tij fillimisht protestuan, duke argumentuar se ai ishte thelbësor për rritjen e kompanisë. Por Artani ishte i prerë: "Kalova dekada duke ndërtuar këtë biznes në kurriz të familjes sime. Pothuajse humba nënën time sepse isha kaq i fokusuar në suksesin profesional sa u verbova ndaj asaj që kishte vërtet rëndësi. Nuk do ta bëj këtë gabim përsëri. Para mund të fitoj, por familja nuk zëvendësohet." Vila e bllokut kaloi një transformim të plotë. Bodrumi u vulos përgjithmonë, u shndërrua në një hapësirë magazinimi të paarritshme. Elena nuk do të duhej kurrë më as ta kujtonte ekzistencën e tij. Pjesa tjetër e shtëpisë u rinovua plotësisht, duke u bërë më e aksesueshme, më mikpritëse, më e lehtë. Muret u lyen me ngjyra të buta dhe të gëzueshme. Dritarët u zgjeruan për të sjellë më shumë dritë natyrale. Ishte një transformim fizik, por edhe simbolik. Rosa u ripunësua me një rrogë shumë më të mirë dhe të gjitha dokumentet e saj u rregulluan me shpenzimet e Artanit, i cili punësoi avokatët më të mirë të imigracionit për të zgjidhur situatën e saj një herë e mirë. Kur Rosa u kthye në shtëpi, Elena e përqafoi për minuta të tëra, të dyja duke qarë, të dyja duke i kërkuar falje njëra tjetrës për gjëra që nuk ishin vërtet faji i tyre. "Ti më shpëtove jetën, Rosa. Gjete guxim kur unë nuk kisha më," tha Elena. "Dhe ju më mësuat se çfarë do të thotë të jesh e fortë, edhe kur gjithçka duket e humbur," u përgjigj Rosa. Dy gratë, të bashkuara nga një traumë e përbashkët, u bën më shumë se punëdhënëse dhe punonjëse. U bën mikesha të vërteta, konfidente, mbështetje reciproke në procesin e shërimit. Por ndoshta transformimi më i thellë ishte në marrëdhënien mes nënës dhe birit. Artani, i cili më parë kompensonte me gjëra materiale mungesën e pranisë reale, mësoi vlerën e të qenit thjesht i pranishëm. Zgjohej herët për të ngrënë mëngjes me nënën. Kalonte pasditet duke punuar në shtëpi për të bërë pauza dhe për të biseduar me të.
Në mbrëmje, hanin darkë së bashku, duke ndarë historitë e ditës, duke folur për gjithçka dhe asgjë. Dhe Elena, e cila më parë heshte ndjenjat e saj nga frika se mos ishte një barë, mësoi të shprehej. Kur diçka e shqetësonte, e thoshte. Kur kishte nevojë për ndihmë, e kërkonte. Kur ndjente frikë, e ndante. Dhe Artani, nga ana e tij, mësoi të dëgjonte vërtet, jo vetëm me vesh, por me zemër. Një pasdite të diel, 6 muaj pas shpëtimit, nëna dhe biri ishin ulur në kopshtin e rinovuar, duke pirë çaj dhe duke parë perëndimin e diellit që pikturonte qiellin e Tiranës me nuanca portokalli dhe rozë. Kishte një paqe në ajër që nuk ekzistonte më parë, një qetësi që nuk ishte heshtje e rëndë, por qetësi reale. E di, bir, filloi Elena, duke parë lulet që kishin mbjellë së bashku, për një kohë të gjatë mendova se nuk do të ndihesha kur më e sigurt, se nuk do t'i besoja kur më askujt, se frika do të ishte shoqëruesi im i vazhdueshëm për gjithmonë. Dhe tani, pyeti Artani butësisht. Tani kuptoj se mbijetova. Jo vetëm fizikisht, por emocionalisht. Ajo grua u përpoq të më shkatëronte, u përpoq të më vinte gjithçka, por nuk ja doli. Unë jam ende këtu. Ende të kam ty, ende kam dashuri në jetën time. Dhe kjo është një fitore më e madhe se çdo dënim gjyqësor. Artani ndjeu lotët t'i digjnin syt, por i la të binin lirshëm. Nuk kishte më turp të qante, të ndjente, të ishte i cenueshëm. Ti je personi më i fortë që njoh, nën. Gjithmonë ke qenë, por tani e shoh këtë me një qartësi që nuk e kam pasur kur më parë. Elena buzëqeshi, duke marrë dorën e të birit. Jemi të fortë bashk, bir. Këtë mësova. Vetëm, po thuaj se nuk mbijetova. Por bashk, mund të përballojmë gjithçka. Dhe ishte e vërtetë. Në muajt që pasuan, nëna dhe biri përballuan së bashku çdo sfidë që u shfaq. Makthet e Elenës, të cilat Artani mësoi t'i ngushëllonte, duke i mbajtur dorën derisa ajo të flinte përsëri. Krizat e fajit të Artanit, të cilat Elena mësoi t'i zbusë, duke i kujtuar se e rëndësishme ishte e tashmja, jo e kaluara e pandryshueshme. Datat e vështira, shkaktarët e papritur, momentet e trishtimit që vinin nga hiçi, gjithçka e përballonin së bashku. Shtëpia që më parë ishte një skenë mizorie u shndërrua në një shenjtërore shërimi. Nuk ndodhi brenda natës, ishte një proces gradual, i ndërtuar tull pas tulle, ditë pas dite. Por ndodhi. Dhe çdo përparim i vogël, çdo e qeshur e sinqert, çdo moment paqeje, festohej si fitoria që ishte në të vërtetë. Roza u bë pjesë integrale e asaj konfigurimi të ri familjar. Nuk ishte vetëm punonjëse, ishte anëtare e familjes në të gjitha kuptimet që kishin rëndësi. Fëmijët e saj ndonjëherë vinin për vizitë dhe Elena adhuronte t'i priste, duke përgatitur ëmbëlsira dhe duke treguar histori. Shtëpia u kthye në jetë, zhurmë fëmijësh që luanin në kopshte, biseda të gjalla në dhomën e ndenjes, era e ushqimit shtëpiak në kuzhinë. Një ditë, gati një vit pas shpëtimit, erdhi një letër nga vendi ku Lira po vuante dënimin. Artani e mori i pari dhe hezitoi nëse duhej t'ia tregonte nënës. Por duke kujtuar angazhimin e tij për ndershmëri dhe komunikim, ia çoi Elenës. Erdhi një letër nga Lira. Dëshiron ta lexosh apo preferon ta hedh? Elena shikoi zarfin për një moment të gjatë. Çfarë thot ajo? Nuk e hapa. Mendova se duhet të vendosësh ti nëse dëshiron ta dish. Elena mori frym thellë, mori zarfin dhe e hapi me duar që dridheshin vetëm lehtë. Lexoi në heshtje, shpreha e saj mbeti neutrale. Kur mbaroi, e palosi letrën me kujdes dhe e vendosi përsëri në zarf. Ajo kërkon falje. Thot se po bën terapi, po punon me problemet e saj, po përpiqet të kuptoj pse bëri atë që bëri. Thot se nuk pret falje, por donte që unë ta dija se i vjen shumë keq. Dhe si ndihesh ti për këtë? Pyeti Artani. Elena heshti për një moment, duke parë nga dritarja kopshtin e larë në diell. Ndjej se ajo është në rrugën e saj dhe unë në timen. Pendimi i saj ose mungesa e tij nuk e përcakton shërimin tim. Nuk kam nevojë ta fal për të ecur përpara dhe nuk kam nevojë të mbaj zemërim për të vërtetuar dhimbjen time. Thjesht duhet të vazhdoj të jetoj, të shërohem, të jem e lumtur. Kjo është e mjaftueshme. Artani tundi kokën, i impresionuar edhe një herë nga mençuria e nënës. Çfarë dëshiron të bësh me letrën? Mund ta hedhësh. Nuk kam nevojë ta ruaj. Tash më mbaj mjaft plag, nuk kam nevojë për më shumë kujtime. Dhe kështu bën.
Letra u hodh dhe me të edhe një copë tjetër e së kaluarës së errët. Nuk ishte harres, sepse shenjat do të mbeteshin gjithmonë. Por ishte çlirim, ishte zgjedhja për të mos lejuar që ajo e kaluar të përcaktonte gjithë të tashmen dhe të ardhmen. Ndërsa viti i parë pas shpëtimit po i afrohej fundit, Elena organizoi një darkë të vogël. Ftoi Rozën dhe fëmijët e saj, terapistët që e kishin ndihmuar, mjekun që u kujdes për shërimin e saj dhe avokatin që luftoi për drejtësi. Nuk ishte një fest e tragjedisë, por një njohje e të gjithë njerëzve që e kishin ndihmuar të mbijetonte dhe pastaj të jetonte përsëri. Gjatë darkës, Elena bëri një dolli të shkurtër por të fuqishme, për jetën. Për shansin e dytë. Për njerëzit që na ndihmojnë të ngrihemi kur biem. Dhe për forcën që zbulojmë se ekziston brenda nesh kur mendonim se nuk kishte më asgjë. Faleminderit të gjithëve që jeni pjesë e këtij udhëtimi. Kishte lot, përqafime, histori të ndara. Por mbi të gjitha, kishte mirënjohje. Mirënjohje për të qenit gjallë, për të qenit e rrethuar nga dashuri e vërtetë, për të pasur shansin të vazhdonte të shkruante historinë e saj në faqe të reja dhe të pastra. Atë natë, pasi të gjithë ishin larguar dhe shtëpia u kthye në qetësi, Artani gjeti nënën ulur në karrigen e saj të preferuar në dhomën e ndenjes, duke parë nga dritarja yjet që shkëlqenin në qiellin e Tiranës. 100 dark për mendimet e tua, i tha ai, duke u ulur pranë saj. Po mendoja se sa e çuditshme është jeta. Një vit më parë, isha në vendin më të errët të mundshëm, pa shpresë, pa të ardhme. Dhe tani jam këtu, e rrethuar nga dashuria, me një bir të pranishëm vërtet, me miq të vërtet, me një jetë që ja vlen të jetohet. Sikur dikush të më kishte thënë se ishte e mundur të gjeja paqe pas kaq shumë vuajtjesh, nuk do ta kisha besuar. Por ti e gjete. Ne e gjetëm bashkë. Elena u kthye për të parë të birin, syt I shkëlqenin me lot mirënjohjeje, jo dhimbjeje. Po, bir. E gjetëm. Dhe e di çfarë tjetër? Jo vetëm mbijetuam, po jetojmë. Vërtet po jetojmë. Dhe kjo është më shumë se fitore, është rifillim, është rilindje, është provë se edhe pas errësirës më të thellë, drita ende mund të gjejë një rrugë. Dhe nëna e biri qëndruan aty, krah për krah, në heshtje të rehatshme, duke parë qiellin me yje, secili duke falendëruar brenda vetes për shansin e dytë që jeta u kishte dhënë, për mundësinë për të bërë ndryshe, për të qenë I pranishëm, për të dashuruar pa frikë, për të jetuar pa zinxhiret e padukshëm të së kaluarës që rëndonin mbi çdo hap. Vila e bllokut, që dikur kishte qenë skenë e kaq shumë vuajtjesh, ishte tani një shtëpi e vërtetë. Një vend ku dashuria nuk ishte vetëm një fjalë, por një veprim I vazhdueshëm, ku prania vlente më shumë se çdo dhuratë materiale, ku e vërteta ishte më e rëndësishme se pamjet e përsosura. Dhe në atë transformim, si të shtëpisë ashtu edhe të njerëzve që e banonin, qëndronte fitoria më e madhe e mundshme, fitoria e njerëzimit mbi mizorinë, e dashurisë mbi frikën, e shpresës mbi dëshpërimin. 2 vjet kishin kaluar që nga nata kur Artani shpërtheu derën e bodrumit dhe gjeti nënën e tij në atë gjendje të mjerueshme. 2 vjet që dukeshin njëkohësisht një përjetësi dhe një pulitje sysh. Jeta ishte transformuar në mënyra që asnjëri prej tyre nuk mund t'i kishte parashikuar në ato ditët e para të vështira të shërimit. Elena u zgjua një mëngjes të shtunë me diellin që hynte nga dritarja e dhomës së saj, e rinovuar dhe mikpritse, kaq e ndryshme nga ajo dhomë lagësh dhe e errët që I përndiqte kujtimet më të këqija. Ende kishte ditë kur makthet vinin, kur zgjohej me zemrën që I rrite fort, duke imagjinuar veten përsëri në atë vend. Por ishin gjithnjë e më të rralla, dhe kur vinin, ajo kishte mjetet për t'u përballur me to, strategji që I kishte mësuar në terapi, dhe kryesisht, kishte njerëz që e donin dhe e mbështesnin. U ngrit ngadalë, duke përdorur bastunin special që Artani ja kishte bërë me porosi, me mbështetje ergonomike dhe dizajn elegant. Nuk ishte më ai bastuni I vjetër që lira ja kishte fshehur, ishte diçka e re, diçka që përfaqësonte pavarësinë e saj të rifituar. Po, ende kishte nevojë për ndihmë për disa gjëra, dhe trupi I saj mbante plagë të përhershme. Por kishte rifituar shumë nga lëvizshmëria e saj, shumë nga forca e saj, dhe mbi të gjitha, kishte rifituar zërin e saj, aftësinë për t'u shprehur, për të thënë jo, për të vendosur kufi. Në kuzhinë, Roza tashmë po përgatiste mëngjesin, duke kënduar një këngë nga Shkodra që gjithmonë I sillte një buzëqeshje në fytyrë Elenës. 2 gratë kishin zhvilluar një partneritet të bukur gjatë atyre 2 viteve, një miqësi e farkëtuar në zjarrin e vuajtjes së përbashkët, por e cimentuar nga zgjedhja e përditshme për të mbështetur njëra tjetrën. Mirëmëngjes, zonja Elena.
Fjetët mirë sot, pyeti Roza, duke I shërbyer kafe të freskët në një filxhan të bukur porcelani, jo me ato enët plastike të vjetra që Lira përdorte. Fjeta mirë, Roza. Pash në ëndër gjonin tim dje. Ishte një ëndër e mirë, ai po buzëqeshte, duke thënë se ishte krenar për mua. Mendoj se ai vërtet do të ishte, e di? Që mbjetova, që gjeta forcë kur mendova se nuk kisha më. Sigurisht që do të ishte, u pajtua Roza, duke u ulur në tavolinë me Elenën siç bënin çdo mëngjes. Ju jeni një nga njerëzit më të fortë që njoh. Dhe unë njoh shumë njerëz të fortë atje në Shkodër. Ato qeshën së bashku, atë lloj të qeshure të rehatshme që vjen vetëm nga misia e vërtetë. Artani zbriti pak më vonë, ende me pijama, flokët të shpupuritur, kaq I ndryshëm nga ekzekutivi I veshur pa të meta që ishte dikur. Kishte mësuar të vlerësonte komoditetin mbi pamjen, substancën mbi stilin, praninë mbi produktivitetin. Mirëmëngjes, njerëzit e mi të preferuar, tha ai, duke I puthur ballin nënës dhe duke marrë një filxhan kafeje. Çfarë arome e mrekullueshme, Roza. E bëra atë kekun me miell misri? E bëra, zoti Artan. E lash të ftohej atje. Pas pak presim një copë për të shoqëruar kafen. Ajo sken e thjesht, e përditshme, ishte diçka që Elena e vlerësonte jashtëzakonisht. Nuk kishte tension në ajër, nuk kishte frikë, nuk kishte nevojë të matej çdo fjalë para se të flitej. Ishte thjesht një familje që hante mëngjes së bashku, duke biseduar për gjëra të vogla e të mëdha, duke ndarë jetën. Dhe kjo ishte e çmuar përtej çdo mase. Pas mëngjesit, Artani kishte një njoftim për të bërë. Nën, e mban mend që fola për atë projektin e kompanisë? Linjën e re të produkteve të orientuara drejt aksesueshmërisë dhe përfshirjes? E mbaj mend, bir. Ke punuar kaq shumë për këtë në muajt e fundit. E po, më në fund u miratua nga bordi. Do të lançojmë një linjë të plot teknologjisht ndihmëse për njerëzit me lëvizshmëri të kufizuar. Bastun inteligjent, karroca me rrota me sensor të avancuar, aplikacione ndihmëse, gjithçka e menduar për t'u dhënë më shumë pavarësi dhe dinjitet njerëzve si ti, nën. Elena ndjeu lot krenarie t'i mbusheshin syt. Artani e kishte shndërruar përvojën e tij të dhimbshme në diçka që mund të ndihmonte mira njerëz të tjerë. Ishte një mënyrë për t'i dhënë qëllim vuajtjes, për të shndërruar tragjedinë personale në ndikim pozitiv shoqëror. Jam kaq krenare për ty, bir. Edhe baba yt do të ishte. Të shndërrosh dhimbjen në shpresë, vuajtjen në zgjidhje, këtë bëjnë njerëzit vërtet të veçantë. E mësova këtë nga ti, nën. Ti më mësove se ne mund të zgjedhim se si përgjigjemi asaj që na ndodh, se mbijetesa është vetëm hapi I parë, por të jetosh vërtet, kjo kërkon guxim, zgjedhje të ndërgjegjshme, punë të përditshme. Atë pasdite, ata pritën një vizitë të veçantë. Një gazetare po bënte një reportazh mbi shërimin nga trauma dhe abuzimi familjar dhe kishte kërkuar të intervistonte Elenën. Fillimisht, Elena kishte hezituar. Të ekspozoi publikisht, të rjetonte detaje të dhimbshme, nuk I dukej diçka që donte ta bënte. Por pasi foli me terapistin e saj dhe me Artanin, vendosi se ndoshta historia e saj mund të ndihmonte njerëz të tjerë, mund të bënte dik të njëjtë shenjat e abuzimit, mund t'i jepte guxim dikujt të fliste. Intervista u zhvillua me ndjeshmëri dhe respekt. Gazetarja, një grua rreth të 40-tave e quajtur Beatrisa, bëri pyetje të kujdesshme, duke I lënë hapësirë Elenës të fliste në ritmin e saj. Zonja Elena, çfarë do të dëshironit që njerëzit të kuptonin nga përvoja juaj? Pyeti Beatrisa në një moment të caktuar. Elena mendoi për një moment të gjatë para se të përgjigjej. Do të doja që njerëzit të kuptonin se abuzimi mund të ndodhë kudo, edhe në shtëpitë më të bukura, në familjet që duken më të përsosura. Do të doja që të kuptonin se viktimat e abuzimit nuk janë të dobta apo budallaqe, janë njerëz të bllokuar në situata që janë ndërtuar me kujdes për t'i burgosur. Dhe do të doja që të dinin se është e mundur të mbijetosh, është e mundur të shërohesh, por kjo ndodh vetëm kur kemi guximin të flasim dhe kur kemi njerëz të gatshëm të na dëgjojnë vërtet. Dhe për dikë që mund të jetë duke kaluar diçka të ngjashme tani, çfarë mesazhi do të linit? Elena shikoi drejt për drejt në kamera, sytë e saj të qartë dhe të vendosur. Flisni. Pavarësisht frikës që ndjeni, flisni. Tregojini dikujt, cili do që është I gatshëm të dëgjojë. Dhe nëse personi I parë nuk ju beson, tregojini një tjetri dhe një tjetri, derisa të gjeni dikë që ju beson dhe ju ndihmon. Sepse ju meritoni të dëgjoheni, meritoni të mbroheni, meritoni të jetoni pa frikë.
Dhe ka njerëz në botë që duan të ndihmojnë, që do t'ju besojnë, që do të luftojnë pranë jush. Vetëm duhet t'i gjeni. Kur intervista u transmetua disa javë më vonë, përgjigja ishte dërmuese. Elena mori qindra letra dhe emaile nga njerëz që ndanin historitë e tyre, duke e falendëruar për guximin e saj për të folur, duke thënë se historia e saj u kishte dhënë forcë për të bërë hapat e tyre drejt lirisë dhe shërimit. Ishte dërmuese dhe fuqizuese në të njëjtën kohë. Një letër në veçanti preku thellë zemrën e Elenës. Ishte nga një grua 50 vjeçare e quajtur Marsida, e cila shkruante se ishte në një situatë të ngjashme abuzimi nga një djalë i varur nga droga, dhe se historia e Elenës i kishte dhënë guximin të kërkonte më në fund ndihmë. Fal guximit tuaj për të folur, shkruante Marsida, unë gjeta guximin të shpëtoj jetën time. Ju jo vetëm mbijetuat, na treguat se është e mundur të jetosh plotësisht pas traumës. Faleminderit që ekzistoni, që luftoni, që flisni. Elena ja lexoi atë letër Artanit, të dy duke qarë nga emocionet. E di, birë, për një kohë të gjatë pyeta veten pse kishte ndodhur gjithë ajo. Pse unë? Pse familja jonë? Por ndoshta nuk ka të bëjë me pse, ndoshta ka të bëjë me atë që bëjmë me atë që na ndodh. Dhe nëse dhimbja ime mund të lehtësoj dhimbjen e dikujt tjetër, nëse historia ime mund të shpëtojë një jetë, atëherë nuk ishte e kollë. Artani përqafoi nënën, duke ndjerë një mirënjohje të thellë që e kishte në jetën e tij, për mençurinë e saj, për forcën e saj, për zemrën e saj bujare që edhe pas kaq shumë dhimbjesh ende mund të mendonte të ndihmonte të tjerët. Muajt në vijim sollën më shumë ndryshime pozitive. Elena filloi të bënte vullnetarizëm në një strehë për të moshuarit në nevojë, duke ndarë historinë e saj, duke ofruar mbështetje emocionale, duke ndihmuar në pjesën administrative. Gjeti qëllim në këtë, një mënyrë për t'i kthyer botës, për të shndërruar përvojën e saj në ndihmë konkrete për të tjerët. Artani lançoi zyrtarisht linjën e produkteve të aksesueshmërisë të kompanisë së tij dhe ishte një sukses për te i pritshmërive. Por më shumë se suksesi tregtar ishin historitë e përdoruesve që e prekën. Njerëz që dërgonin foto duke përdorur produktet, duke treguar se si ua kishte ndryshuar jetën, duke falendëruar që më në fund kishin teknologji që i trajtonte me dinjitet dhe respekt. Ishte shpengimi që Artani kishte nevojë, prova se mund ta përdorte pozicionin dhe burimet e tij për të bërë mirë real në botë. Rosa, nga ana e saj, ishte regjistruar në një kurs nate për infermieri, një ëndër e vjetër që nuk kishte pasur kur mundësi ta ndiqte. Artani paguante kursin dhe ja rregulloi orarin që ajo të mund të studionte pa presion. Zonja Elena, gjithmonë kam ëndërruar të bëj më shumë, të kem një profesion të njohur, rrëfeu Rosa një ditë. Dhe tani, në moshën 52 vjeçare, do të diplomohem infermiere. Asnjëherë nuk është vonë për të rifilluar. Asnjëherë, u pajtua Elena, e emocionuar. Ti meriton çdo mundësi, Rosa. Ti më shpëtove jetën, dhe tani do të shpëtosh jetën e shumë njerëzve të tjerë. Një pasdite vjeshte, saktësisht 3 vjet pas shpëtimit, Elena ishte ulur në kopsht, tani i mbushur me lule që ajo vetë kishte ndihmuar t'i mbillte. Bodrumi ishte rinovuar plotësisht dhe ishte shndërruar në një dhomë lojrash për fëmijët e Rozës dhe vizitat e rastësishme të fëmijëve. Asnjë hapësirë e asaj shtëpie nuk ruante më kujtime të këqija. Gjithçka ishte rinovuar, rikuptimsuar, transformuar. Artani doli në kopsht me 2 filxhan çaji dhe u ul pranë nënës. Ata qëndruan aty në heshtje të rehatshme për disa minuta, thjesht duke shijuar këngën e zogjve dhe erën e luleve. Për çfarë po mendon, nën? Pyeti Artani më në fund. Po mendoja se sa me fat jam, u përgjigj Elena me një buzëqeshje. E di që mund të duket e çuditshme ta them këtë pas gjithçkaje që kam kaluar, por është e vërtetë. Jam me fat që mbijetova. Me fat që të kam ty, një birë që më do vërtet dhe që mësoj ta demonstroj këtë dashuri jo vetëm me gjëra, por me prani. Me fat që kam Rozën dhe kaq shumë të tjerë që më ndihmuan. Dhe me fat që gjeta brenda vetes një forcë që nuk e dija se ekzistonte. Artani mori dorën e nënës. Unë jam me fat që të kam ty që nuk u dorëzove, edhe kur duhet të jetë dukur e pamundur të vazhdoje. Që më dhe një shans të dytë të jem biri që ti gjithmonë meritoje. Që më mësove se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Mësuam bashk, birë. Të dy u rritëm. Të dy ndryshuam. Dhe jemi më mirë për këtë. Dhe ishte e vërtetë. Artani nuk ishte më ekzekutivi i fiksuar pas suksesit që vinte punën mbi gjithçka.
Kishte gjetur ekuilibrin, kishte mësuar se të ishe i pranishëm blente më shumë se çdo promovim apo kontratë. Elena nuk ishte më gruaja e heshtur nga frika, që gëlltiste nevojat e saj për të mos bezdisur. Kishte gjetur zërin e saj dhe kishte mësuar ta përdorte me vendosmëri, por edhe me dhëmshuri. Atë natë, ata patën një darkë tjetër familjare. Roza solli fëmijët e saj, tani adoleshent, që adhuronin të bisedonin me Elenën për gjithçka. Artani përgatiti specialitetin e shtëpisë, një risotto që kishte mësuar ta bënte në kurset e tij të gatimit, një tjetër hobi që kishte adoptuar për të qëndruar më shumë në shtëpi. Tavolina ishte e mbushur me ushqim, të qeshura, biseda të gjalla, dashuri të prekshme. Para se të fillonin të hanin, Elena kërkoi të bënte një dolli. Duke ngritur gotën e saj me lëng natyral, tha, për familjen, jo domosdoshmërisht të gjakut, por të zemrës. Për ata që qëndrojnë pranë nesh në momentet më të errëta dhe festojnë me ne në momentet e dritës. Për shansin e dytë që na dha jeta. Dhe për zgjedhjen që bëjmë çdo ditë për të jetuar plotësisht, për të dashuruar thellësisht, për të qenë vërtet të pranishëm. Të gjithë ngritën dolli, gotat u takuan me një tingull të gëzueshëm, dhe lumturia e atij momenti ishte kaq reale, kaq e prekshme, saqë dukej sikur mund ta prekje. Më vonë, kur të gjithë ishin larguar dhe shtëpia ishte e qetë, Elena shkoi në dhomën e saj. Hapi sirtarin e komodinës së saj dhe nxori një fletore që kishte filluar ta shkruante disa muaj më parë. Ishte historia e saj, e treguar me fjalët e saj, jo vetëm trauma, por gjithë jeta e saj, gëzimet dhe dhimbjet, dashuritë dhe humbjet, rënjet dhe rilindjet. Shkruante jo për ta botuar, megjithse disa botues tashmë kishin treguar interes, por për veten e saj, për të përpunuar, për të kujtuar, për të kuptuar. Dhe në faqen e fundit, atë natë, shkroi fjalët që ndjeu se përmblidhnin gjithë udhëtimin e saj. Mësova se të jesh njeri do të thotë të jesh i cenueshëm, dhe se cenueshmëria nuk është dobësi. Mësova se të kërkosh ndihmë nuk është dështim, është guxim. Mësova se dashuria e vërtet demonstrohet jo me gjeste të mëdha, por me prani të vazhdueshme në gjërat e vogla. Mësova se mund t'i mbijetojmë gjërave që mendonim se ishin të pamundura për t'u duruar. Dhe mësova se pas natës më të errët, nëse kemi guximin të vazhdojmë të marrim frymë, të vazhdojmë të përpiqemi, të vazhdojmë të shpresojmë, agimi vjen gjithmonë. Gjithmonë. Dhe kur vjen, drita është edhe më e ëmbël sepse ne e njohim thellësinë e errësirës. Jam mirënjohëse për çdo ditë. Jam mirënjohëse për çdo person që më ndihmoi të arrij këtu. Dhe jam mirënjohëse që gjeta gruan e fortë që ka qenë gjithmonë brenda meje, thjesht duke pritur të zbulohej. Jeta rifillon kur ne zgjedhim të rifillojmë. Dhe unë zgjodha të jetoj. Mbylli fletoren me kujdes dhe e vendosi përsëri në sirtar. Shikoj veten në pasqyrë dhe pa jo një viktim, por një të mbijetuar, një luftëtare, një grua që kishte përballuar ferin dhe kishte dalë më e fortë, më e mençur, më e plotë. Shenja në ball ishte ende aty, një vijë e hollë por e dukshme. Ndonjëherë njerëzit e pyesnin për të, dhe Elena nuk ndjente më turp apo nevojë për ta fshehur. Është një kujtim, thoshte thjesht, i një kohe të vështirë që e ka përceva. Çdo plag tregon një histori mbijetese. Atë natë, Elena fjeti thellë, pa makthe, e përkëdhelur nga siguria se ishte e sigurt, e dashur, e vlerësuar. Dhe kur u zgjua të nesërmen në mëngjes me diellin që shkëlqente nga dritarja, ishte me një buzëqeshje në fytyrë dhe mirënjohje në zemër. Vila e bllokut, që dikur kishte qenë burg, ishte tani stre. Shtëpia që kishte dëshmuar kaq shumë vuajtje tani vërshonte nga dashuria. Muret që ruanin sekretet e errëta tani kumbonin nga të qeshurat dhe bisedat e përzemërta. Gjithçka ishte transformuar sepse njerëzit brenda saj kishin zgjedhur transformimin, kishin zgjedhur shërimin, kishin zgjedhur dashurinë mbi frikën. Dhe nëse dikush do të kalonte nëpër atë rrugë elegante të bllokut dhe do të shikonte vilën e bardhë me kopshtet e saj me lule, do të shihte vetëm një shtëpi tjetër të bukur në një lagje të pasur. Nuk do ta dinte historinë e shpengimit që ruanin muret e saj, udhëtimin nga terrori në triumf që kishte ndodhur aty. Por ndoshta kjo ishte e përshtatshme. Sepse fitoret më të mëdha, transformimet më domethënëse, shpesh ndodhin në heshtje, larg syve të publikut, në zemrën e njerëzve që zgjedhin të ngrihen edhe një herë, që zgjedhin të besojnë se e nesërmja mund të jetë më e mirë se e djeshmja, që zgjedhin të jetojnë plotësisht pavarësisht dhe për shkak të gjithçkaje që kanë përballuar. Elena e kishte bërë këtë zgjedhje. Artani e kishte bërë këtë zgjedhje.
dhe së bashku, me ndihmën e njerëzve të mirë si Rosa, kishin provuar se është e mundur të rilindësh nga hiri yt, se dashuria e vërtet mund të shërojë edhe plagët më të thella, se shpresa, sado e zbeth të duket ndonjëherë, nuk vdes kur plotësisht për sa kohë ka dikush të gatshëm ta mbajë. Dhe kështu, në qiellin me yje të Tiranës, në një vilë të transformuar nga burg në shtëpi, një familje gjithashtu e transformuar flinte në paqe, duke ditur se kishin fituar jo sepse e keqja nuk i preku kurrë, por sepse kur i preku, ata refuzuan të lejonin që ajo të përcaktonte se kush ishin. Zgjodhen, në vend të kësaj, të lejonin që dashuria, guximi dhe qëndrueshmëria të përcaktonin të ardhmen e tyre. Dhe ajo e ardhme, e ndërtuar mbi rënojat e së kaluarës, por duke parë gjithmonë përpara, shkëlqente me premtimin e ditëve më të mira, me sigurinë se së bashku mund të përballonin gjithçka, dhe me mençurinë e çmuar se të jetosh plotësisht, të dashurosh thellësisht dhe të jesh vërtet i pranishëm, janë të vetmet thesare që kanë vërtet rëndësi në fund të fundit. Historia e Elenës dhe Artanit ishte një histori mbijetese, por më shumë se kaq, ishte një histori rifillimi, transformimi, dashurie që i reziston stuhive më të egra dhe del më e fortë se kurrë. Ishte një histori që meritonte të tregoj, jo për të lavdëruar vuajtjen, por për të festuar aftësinë njerëzore për të shëruar, për të falur, për të rritur, për të jetuar përsëri. Dhe ndërsa nata mbulonte Tiranën me mantelin e saj me yje, brenda asaj vile në blok, 3 persona flinin gjumin e thellë të atyre që e dinë se janë pikërisht aty ku duhet të jenë, duke bërë pikërisht atë që duhet të bëjnë, duke dashuruar dhe duke u dashuruar në mënyrën më të vërtet të mundshme. Dhe kjo, në fund, ishte gjithçka që kishte vërtet rëndësi. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elenës, Artanit dhe Rozës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim dhimbjeje dhe kapërcimi, errësire dhe drite, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na kujtojnë forcën që ekziston brenda secilit prej nesh edhe në momentet më të vështira. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për jetën.